seancë dëgjimore me autoritetin për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit shtetit për vitin 2024. Bashkërelator të komisioneve tona, jemi 2 komisione përgjithëse si vjet në këtë raportim, është Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike dhe Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Bashkërelator nga Komisioni I Ligjeve është deputeti Ermal Pacaj dhe nga Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale është zoti Onid Bejleri, por në marrëveshje të 2 bashkëelatorët kanë rënë dakord që do të jetë ku është relatori Ermali. Të relatoj deputeti Ermal Pacaj. Tani nga autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit shtetit, kemi prezent sot në këtë mbledhje të përbashkët të 2 komisioneve, zonjën Gentiana Sula, kryetare e autoritetit. Zonja Sula, mirë se erdhët në komision. Zonjën Sula e shoqërojnë antarët e këtij autoriteti, zoti Altin Hoxha, zoti Albert Nikola, zoti Gjergj Marku, zoti Skënder Vrioni, që janë antar, dhe zoti Sofi Noti, sekretari përgjithshëm, dhe zonja Ermira Shtino, drejtoreshe përgjithshme. Zonja Mimoza Zeneli, drejtoreshe shërbimeve të brendshme dhe të financës, zonja Migena Demirgjiu, zëdhënëse e autoritetit, zonja Liliana Çoçoli, drejtoresha e verifikimit figurave, dhe zonja Ilda Memia, që është e stafit të kryetares së autoritetit. Pra praktikisht keni ardhi gjithë autoriteti. Nuk e dia keni lënë njëri ke zyrat, por keni ardhi gjithë autoriteti. Dhe mirë keni bërë që keni ardhur gjithë, se seancë dëgjimore është, do të raportoni për veprimtarinë e institucionit tuaj për vitin 2024, është puna juaj, janë arritjet tuaja, por unë do të kërkoja zonja Sula që të jeni e fokusuar në raportim, sepse kolegët e kanë marrë paraprakisht materialin që ju I keni sjell shërbimeve të kuvendit dhe këtij komisioni, por dhe nga shërbimet e monitorimit të kuvendit të Shqipërisë ne kemi marrë një memo të përmbledhur lidhur me veprimtarinë e institucionit që ju drejtoni, dhe do ishim të interesuar më tepër të fokusoheni tek ajo që ju nuk keni arritur të bëni për vitin 2024 dhe që kërkohet edhe ndihma e këtij komisioni, por dhe e kuvendit të Shqipërisë. Gjithsesi, fjala është për ju. Nderuar kryetari Komisionit Ligjeve, nderuar deputet përfaqësues të 2 komisioneve, ju falenderojmë për këtë seancë dhe njëkohësisht dëshirojmë t'ju urojmë, besoj në emër të anëtarëve dhe grupit që kam sjellë me vete, t'ju urojmë punë të mbar në këtë sesion, njëkohësisht edhe urime për deputetë e ri që janë bashkuar kuvendit. Shkurtimisht do flas për arritjet e institucionit në vitin 2024, njëkohësisht edhe për sfidat, ku siç thatë juve natyrisht kërkohet ndihmë që të arrijmë të rrisim performancën tonë. Trauma e regjimit komunist dhe veprimtaria e sigurimit shtetit la pasoja të thella tek individët dhe shoqëria, duke lënë pasnjë trashëgimi të dhimbshme të persekutimeve, zhdukjeve detyruara, ndëshkimeve politike dhe një propagandë e censurë që synonte fshirjen e të vërtetës. Puna për të nxjerrë në dritë këtë të kaluar mbetet një sfidë, por dhe detyrë madhe morale dhe ligjore. AJDSSH këtë e ka bërë përmes informimit të dokumentave të ish sigurimit shtetit, garantimit të transparencës institucionale dhe edukimit qytetar. Para nesh sot qëndron jo thjesht, siç e thatë, një dokument statistikash dhe veprimtarish, po dhe një rrëfim I gjallë që do doja ta bëja në emër të gjithë stafit që punon me përkushtim, për ta ndihmuar shoqërinë që të përballet me të kaluarën diktatoriale me guxim, ndjeshmëri dhe drejtësi. Përmes përmirësimit të cilësisë dhe shpejtësisë në shërbim të dokumenteve dhe sipërmes bashkëpunimit të zgjeruar dhe të qëndrueshëm me institucione brenda dhe jashtë vendit, në drejtim të realizimit të objektivave të përcaktuara në ligj, AJDSSH me pak fjalë do bëjë një përmbledhje, ka disa arritje. Së pari, kemi avancuar me modernizimin e arkivës, digitalizimin masiv të dokumentave dhe klasifikim në rritje në shërbim të informimit të qytetarëve dhe studiuesve.
Styti, kemi avancuar me identifikimin e vendvarimeve të reja të dyshuara për të zhdukurit në diktaturë përmes hetimeve administrative atyre në teren, duke bashkëpunuar me familjar dhe pushtetin lokal në drejtim të ruajtjes dhe mostretërsimit të vendit të dyshuar. Kemi avancuar në edukim dhe ndërgjegjësim shoqëror përmes platformës që tashmë ka marrë formë Mësojmë nga e kaluara, me botime edukative, simpoziume shkencore, ekspozita për të nxitur reflektim kritik dhe ruajtjen e kujtesës historike kritike. Kemi avancuar në verifikimin e figurave me llogaridhënien përmes verifikimit të individëve në post kandidat për poste publike, shqyrtimi propozimeve për emërtime rrugësh, hapësira publike, tituj nderi, duke kërkuar njëkohësisht edhe nevojët, duke shprehur dhe nevojën për ndryshime ligjore që rrisin eficiencën e proceseve. Kemi avancuar në bashkëpunim ndërinstitucional dhe ndërkombëtar përmes angazhimit në institucione vendore, partner ndërkombëtar, duke kulminuar kjo me atë që Shqipëria ishte dhe mikpritse e konferencës së 16 vjetore të rrjetit evropian të autoriteteve për dosjet e policive sekrete, ku përfaqësues nga Gjermania, Polonia, Hungaria, Slovakia, Bullgaria, Rumania, Estonia, Ukraina, bashkuan eksperiencat, shkëmbyen ide dhe si të mësojmë nga njëri tjetrit duke i vënë theksin transparencës, edukimit historik, krijimit një platforme të përbashkët digjitale arkivore, gjithmonë duke luftuar nostalgjinë, duke luftuar mohimin e krimeve të regjimeve totalitare komuniste që gjithë Evropa lindore dhe qendrore i pati risk historik për t'i kaluar. Më konkretisht, SPAR-i është arkiva e autoritetit është shumë e rëndësishme. Gjatë vitit 2024 kemi vijuar të grumbullojmë materiale arkivore të ish sigurimit shtetit, me shifra bëhet fjalë për rreth 55.000 faqe të reja. Kemi vijuar me organizimin, renditjen e materialeve arkivore, kemi krijuar një kartotekë e cila edhe është pajisur me mobiljet e përshtatshme, me rafte të reja. Bëhet fjalë për 44.000 kartela që janë renditur fizikisht dhe janë krijuar dhe në mënyrë digjitale, duke krijuar 200.000 të dhëna afërsisht të reja kërkimi. Pra duke krijuar metoda kërkimi që e çojnë dhe më thellë kërkimin e të vërtetës, jo thjesht në nivel kutie dosje, por duke u futur tashmë në nivel dokumenti. Gjithmonë bëhet fjalë për një shërbim sa më efikas të kërkimit. Deklasifikimi në kuadër të gjithë punës tonë, bëhet fjalë për hapje dosjesh, por nuk mund të hapen dosjet e klasifikuara, kështu që deklasifikimi ka qenë një proces shumë i rëndësishëm. Gjatë vitit kaluar kemi deklasifikuar rreth 1 milion flet dokument, pra nga 2022 deri 2024, duke rritur pra aftësinë e dokumentacionit dhe shpejtësinë e shërbimit të tyre. Digitalizimi masiv i dokumentit dhe ky një proces shumë i rëndësishëm që përmirëson SPAR-i ruajtjen dhe shërbimin. Bëhet fjalë deri më sot kemi digitalizuar rreth 3.7 milion imazhe, që është një sasi shumë e madhe dhe do vijohet. Për verifikimin e figurave është një aktivitet i rëndësishëm. Gjatë periudhës janar-dhjetor 2024 kemi marrë 82 kërkesa për verifikim nga institucionet kushtetuese, që bëhet fjalë për të kërkuar të shkuarën lidhur me sigurimin e shtetit për 263 kandidat, të cilët janë verifikuar, pjesa që mbeti mbaroi në vitin 2025. Nga këto bëhet fjalë për kandidat për detyrat larta publike ose kandidat për nderime emra rrugësh që i sjell pushteti vendor ose pushteti qendror. Nga kjo, numri i personave që rezultojnë të figuruar në dokumentat e sigurimit shtetit është 25. Vjet re që relevanca e shërbimit vjen në rritje, jo vetëm vjen në rritje numri i kërkesave dhe numri i kandidatëve, po vjen në rritje edhe gjetjet. Bëhet fjalë për 10% të personave që mendoj që është një dhënë e rëndësishme. Përveç kësaj, numri i kandidatit ka ardhur në rritje dhe kjo tregon që është një shërbim që po shërben për rishqyrtimin e të kaluarës, ndriçimin e roleve individuale, duke rritur mundësinë e qytetarëve të njohin të shkruan e personave që do marrin detyrat larta ose persona të cilët meritojnë nderime dhe respekte. Me pushtetin vendor kemi punuar më mirë, ndonse është larg asaj që çdo pushtet vendor të bashkëpunojë me institucionin tonë për të verifikuar jo vetëm zyrtarët, po dhe kandidatët për funksione për nderime, respekte, emra rrugësh. Për këtë arsye është hartuar një udhëzues praktik me procedurat, përgjegjësitë, standardet përmes Ministrisë së Shtetit për pushtetin vendor,
kemi formalizuar një draft udhëzues që besojmë që dhe ka filluar nga puna të trajnohen pushtetet vendore, gjë që do të vazhdojë edhe këtë vit, edhe përmes një firmosjes së një marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë për Kace që e mendojmë që do ndodhi këtë vit. Autoriteti ka vijuar përpjekjet për të siguruar integritetin e zyrtarëve dhe kandidatëve në zgjedhje. Ju sapo mbaruat raportimin e komisionerit për zgjedhjet. Vëmë re që këtu, megjithëse ne kemi bërë propozime konkrete për reformën zgjedhore, përsëri propozimet tona nuk janë marrë parasysh. Vazhdojmë t'i bëjmë thirrje institucioneve dhe këtij kuvendi që të shikojnë me kujdes propozimet që bën autoriteti, sepse vihet re që partitë parlamentare pak e përdorin shërbimin e verifikimit figurave, ndonse sot duhet patjetër që qytetarët ta dinë si është e shkuara e kandidatëve për funksione të larta siç është kuvendi apo pushteti vendor. I kemi depozituar, siç e tham, ndodhen këtu, jemi të gatshëm prap të punojmë me Komisionin e Ri të Reformës Zgjedhore që do jetë në vazhdim. Presim përmirësim të këtij bashkëpunimi. Në zbatim të rezolutës për integritetin, në zbatim të rezolutës që kuvendi i dha autoritetit, kemi intensifikuar bashkëpunimin me institucionet kushtetuese, për sa i përket për të parë personat që kanë pasur certifikat pastërtie nga komisionet Mezini dhe Bezhani. Është një rekomandim që kemi realizuar përmes shkresave zyrtare, janë adresuar institucionet publike. Kemi marrë përgjigje dhe informacionet rast pas rasti ndodhen në raportin tonë vjetor. Një ndër shërbimet kryesore është informimi i qytetarëve, sidomos palëve të prekura dhe familjeve të tyre. Çdo kërkesë është trajtuar me kujdes për kushtim, me dëmshuri, ndjeshmëri, për ndihmjet që mbartin familjet e prekura. Është një punë thelbësore që lidhet me nevojën për të ndihmuar ndriçimin e të kaluarës dhe qartësinë për brezat, për atë që ka ndodhur. Është premisë e punës tonë që t'i mbështesim të familjarë që kanë kaluar trauma, të ndihmojmë të krijohet një kuadër historik më i plot, jo vetëm për ata në kontekstin familjar, po dhe për shoqërinë dhe për komunitetin ku ato banojnë. Është një shërbim që ka ardhur, kërkesa për këtë shërbim ka ardhur në rritje. Kemi vijuar ta përmbushim këtë shërbim duke shkurtuar edhe kohën gjatë të cilës është marrë përgjigje. Gjatë vitit në fjalë 2024 ka pasur 503 kërkesa individuale që i kemi realizuar. Numri total i kërkesave deri më sot shkon 3500, i kemi përmbushur të gjitha në nivelin 96%, të tjerat vazhdojnë këtë vit. Është një proces voluminos, vetëm 10 janë anonimizuar, pra janë hequr të dhënat personale të palëve të treta, jo të përsekutorëve, në 80.000 faqe, vetëm nga ky shërbim. Këtu hyn edhe shërbimi për dekodimin e bashkëpunëtorëve të fshehtë, për figurat që janë përndjekur gjatë regjimit komunist, një proces i vështirë, kompleks që kërkon 10 mijëra faqe, po i cili po përmbushet për herë më shpejt dhe për herë më mirë, duke rritur nivelin e efikasitetit dhe zbulueshmërinë e identitetit të bashkëpunëtorëve të fshehtë, ndonse një pjesë e mirë e dosjeve nuk ekziston më dhe kjo natyrisht që reflekton një të vërtet jo shumë të plotë. Informimi për dokumente për qytetarët të cilët kanë nevojë për politika për të përfituar nga politikat rehabilituese si dëmshpërblim dhe pensione, bëhet fjalë për 216 kërkesa. Këto lidhen me vërtetim burgimi, vërtetim internimi dhe këto i kemi përmbushur në kohë shumë të shpejtë. Kemi 8 kërkesa që burojnë nga një e drejtë që legjislatori i vuri 2 vjet më parë, 3 vjet më parë çdo qytetari për t'u informuar. Vihet re që është një shërbim që qytetarët nuk e kanë kërkuar shumë, rreth 8 kërkesa kanë ardhur, vetëm në një rast kanë rezultuar dyshimet e tyre të bazuara dhe kanë marrë rezultatin me të dhëna, të tjerët janë pa të dhëna. Për ta mundësuar të drejtën e qytetarëve për informim, autoriteti ka përpunuar një platformë që do sjellë publikimin e dokumentave që mund të publikohen, që janë të natyrës administrative, të interesit publik, dhe këtë vit po punojmë për platformën online, do të jetë një website ku do publikohen aq dokumenta sa mund të publikohen përmes vendimarrjes kolegjiale që ne kemi tashmë të konsoliduar. Mbështetja shkencore dhe edukimi qytetar është një shërbim tjetër që ka autoriteti. Bëhet fjalë për një numër jo të vogël kërkesash, janë rreth 115 kërkesa kërkimore mediatike. Bëhet fjalë për rreth 130.000 faqe dokumentacion që janë përpunuar, janë anonimizuar dhe janë shërbyer.
Konkretisht për deputetët që ta kuptojnë, bëhet fjalë për kërkesa që lidhen ose me figura historike ose me ngjarje historike. Kemi trajtuar 542 figura historike dhe 18 ngjarje. Në mbështetje të ulëmtimit shkencor dhe në përputhje me ligjin si një drejtë qytetare, vijon dhe procesi i mbledhjes së dëshmive gojore, të cilat sillin këndvështrime personale dhe burime private që ndërlidhen me dokumenta ekzistuese. Është një kërkesë ligjore që ne e kemi marrë me shumë seriozitet, mbledhjen e dëshmive të gjalla ose dëshmive gojore që gjithmonë lidhen me dosjet e ish-sigurimit shtetit. Deri sot autoriteti ka mbledhur 173 dëshmi në formë audiovizuale, bëhet fjalë për çdo dëshmi disa orë që filmohen, ruhen, transkriptohen. Metodologjia e mbledhjes së dëshmive dhe pyetjeve gjithmonë kalon në vendimarrje autoriteti dhe është një metodologji e nivelit shkencor. Konkretisht në 2024 janë mbledhur dëshmi për kampin e Porto Palermos, që ishte një vërtet historike që u ekspozua vjet masivisht dhe nuk dihej më parë. U mblodhën dëshmi për Spaçin në përvjetor të revoltës së Spaçit, janë bërë 60 dëshmi nga kampi i Spaçit, kampi i burg i Spaçit. Janë marrë dëshmi, janë marrë dhe dëshmi nga familjarë të zhdukurve, të cilët kanë bërë hetimet e tyre private dhe ligji na krijon hapësira për t'i pyetur, për të mbledhur atë informacion që ato kanë mbledhur. Deri më sot janë rreth 20 dëshmi të familjarëve të zhdukurve që kanë informuar për gjasat se ku mund të ndodhet ose rrethanat që është ekzekutuar ose vrarë me gjyq ose pa gjyq familjari tyre. Kemi zhvilluar ekspozita arkivore që janë goxha të rëndësishme. Tematikat vjet kanë qenë, spari ka qenë dega e sigurimit në naftë, ka qenë ekspozita arkivore me shumë interes është pritur dhe kjo çamat në dokumentat e ish-sigurimit shtetit, që tregon se si sigurimi mblidhte informacion kur popullatat çame të deportuara vinin këtu dhe ka informacione me rëndësi historike. Janë bërë 2 simpoziume në vijim të këtyre ekspozitave, eksplorimi dhe zhvillimi i sektorit naftës në kontrollin e sigurimit shtetit, për faktin se sigurimi i shtetit ka pas një sektor të posaçëm për naftën, që ka qenë një sektor strategjik, dhe kufit e diktaturës në zonën lindore dhe juglindore të Shqipërisë, ku përqendruam në kalimet e kufirit në zonën Ersek, Pogradec, Korç, i cili pati shumë interes sepse janë bërë goxha kumtesa shkencore të cilët presin dritën e botimit këtë vit. Për sa i përket konceptit për të përfshirë programe edukative, si në çdo arkiv, edhe kjo për vetë faktin e rëndësisë madhe historike, ka synuar që të shpërndaj informacionet e reja, të vërtetat e reja, jo vetëm për publikun e gjerë, po sidomos për ato të shkollave. Është një kërkesë e vijueshme publike që brezat e ri të informohen, të jenë të përditësuar me gjetjet e reja, me rishqyrtimet historike të reja. Autoriteti ka qenë besoj inovator dhe ka konceptuar aktivitete interesante me ekspertizën e duhur, me bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, për cilën kemi një marrëveshje funksionale dhe bashkëpunim me Qendrën Zhvillimit Pedagogjik. Kemi konceptuar dhe implementuar klubin e librit, mësojmë nga e kaluara, që targeton, shënjestron mësuesit e historisë, letërsisë, gjuhës, artit, po sidomos mësuesit e historisë. Klubet janë tashmë aktive në Korç, Lezhë, Kavaj, Durrës, Tiranë. Deri sot janë 346 pjesëmarrës, mësuese dhe pedagog dhe student që presin të bëhen mësues. Kanë qenë interesante sepse sjellin memoaristikën dhe dokumentat e sigurimit shtetit, duke sjell burimin historik dhe dëshmit personave, sjellin familjar të personave të prekur dhe mësuesit kështu njihen me burimet historike për të nxitur mendimin kritik nëpër klasa për të pasuruar mësimdhënien e tyre. Në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, kemi organizuar për fëmijët një tur leximi. Turi i leximit ndodh rreth burimeve që ne kemi bërë për nxënësit. Janë 2 libra që kemi përgatitur për grup moshat e vogla. Një është për Spaçin, një është për kalimin e kufirit. Janë shumë interesantë, ja pritur mirë dhe aktiviteti tjetër pritet që ne këtë vit kemi planifikuar, po ndoshta këtë vit burimet nuk na lejojnë, po planifikojmë që vitin tjetër, nëse do kemi fonde, të bëjmë një platformë elektronike, mësojmë nga kaluara, e cila do mundsojë jo thjesht aq fëmijë sa na thrasim në për aktivitete, por përmes burimeve elektronike të
preki pra një numër më të madh pse jo të gjithë fëmijët e sistemit arsimor para universitar. Arkivi i hapur është një tjetër aktivitet ku neve mikpresim mësues me nxënës të rretheve të historisë të interesuar për të prekur histori nga afër. Bëhet fjalë për vizita të organizuara, të rekomanduara me burime pranë bibliotekës sonë në Sineko Kalari e tjerë. Kemi bërë dhe një faqe website përveç faqes tonë që është shumë aktive, është faqja spaç.al. Ju ftoj ta ndiqni, ta shikoni. Çdo burim, çdo mjet arkivor, çdo aktivitet përkujtimor jemi munduar ta përfshirë dhe dëshmit të 2000 ca personave që vuajtën në kampin e Spaçit, aty janë mbledhur dhe janë të gatshëm për të shfrytzuar dhe faktikisht është një faqe që është më popullore se vetë faqja e autoritetit, që është e vërteta. Me mediat kemi qenë aktiv, besoj se ju jeni prezent, mendoj që institucioni ka ditur të jetë interesante edhe për mediat, po një ndër gjërat që do doja të veçoja, përveç pushatave tona mediatike në media sociale etj, është një manual shumë i mirë dhe një që ne e bëm për punën me mediat, që u bën me ndihmën e OSBE-s dhe ekspertes zëdhënëse së arkivave të Shtazit në Gjermani, Dagmar Hofstadt, e cila ndihmoi në hartimin e një udhëzuesi se si media duhet punojë me dokumentat e sigurimit të shtetit, elementet etike, shmangja e sensacionalizmit, niveli i investigimit ose si ta njohin dokumentin. U përfshi në trajnim 14 gazetar, 7 kërkues dhe 11 student. Udhëzuesi është i gatshëm dhe është një kontribut për të rritur cilësinë e reflektimit të dokumentat të sigurimit të shtetit në mediat tona. Për të zhdukurit në diktaturë është një temë që po bëhet gjithnjë më rëndësishme në autoritetin ton, për shkak se kërkesat për shërbimet tona janë në rritje. Gjatë vitit 2024 patëm 59 kërkesa nga familjarë të afërm të zhdukurve, duke e çuar numrin total në 400. Janë rreth 120 vendvarime të dyshuara që na janë bërë prezent përmes shoqatave, Institutit për Ndjekurve Politik. Neve po merremi një nga një me to, kemi bërë hetime administrative, kemi evidentuar dhe kemi dyshime të bazuara për 11 vendvarime, ku kemi vënë tabela shënjuese në bashkëpunim me pushtetin vendor. Besoj se një orë dhe nga publiku kanë qenë disa vendvarime, siç për shembull është Spaçi, ku ne mendojmë që mund të kenë qenë 4 heronj të revoltës Spaçit, ose dhe vendvarimi në Shkodër, ku mendohet që janë varrosur klerik katolik dhe figura të tjera historike. Kemi bërë marrëveshje me ICMP-n, që është Komisioni Ndërkombëtar i Gjetjes së të Zhdukurve, duke na ofruar ata një shërbim interesant, SPARI database global, ku ne fusim të gjitha të dhënat e personave, dhe së dyti, duke na ndihmuar për sondazhe jo invazive në terren përmes skanerave. Ishte një eksperiencë e rëndësishme që u zhvillua këtë vit në zonën e Shkodrës, në Spaç, në Himar, në Shelegur. Informacioni është i disponueshëm nëse keni nevojë për më shumë informacione, po që ajo që na demonstroi raportet me shkrim që paraprake që dorëzoi CMP-ja pranë nesh është që ka shumë gjasa që vendet janë patjetër me rezultate pozitive në rast se do gërmohet. Shqetësimi jon është një shqetësim që ne kemi ndarë me ju dhe me publikun. Akoma presim një VKM e cila qeveria duhet ta vendosi ndarjen e roleve dhe figurave se kush do bëj gërmimin dhe kush do bëhet institucioni koordinues. Un kam këtu dhe kolegun Gjergji Marku, i cili është i caktuar nga autoriteti për ta kuruar këtë temë, ai përfaqëson dhe shoqatën e ish-ndjekurve, vjen me mandat të tyre. Do flasi pastaj për pak se ku ka ngelur çështja dhe se si mund të ndihmohemi në këtë drejtim. SPARI përmes VKM-s pra që mungon, dhe së dyti përmes rishikimit të marrëveshjes së qeverisë me ICMP-n që është kthyer në ligj, po për këtë mund të flasim më hollësisht pastaj. Siguria dhe zhvillimi teknologjik shumë e rëndësishme. Për sa i përket zhvillimit teknologjik, kemi bërë 2 sisteme konferenca për mbledhjet tona që regjistrohen dhe të gjitha të dhënat janë në mënyrë elektronike duke rritur performancën dhe eficiencën e mbledhjeve. Dhe ke salla e studimit kemi një sistem që quhet e-studimi, të cilat janë funksional. Sistemi i arkivës digjitale këtë vit ka filluar të marrë jetë, janë kaluar
në sistem rreth 605 gigabajt dokumente arkivore ose 1.3 milion dokumenta. Procesi do vazhdojë që dhe kërkesat të tëra të operohen për të arritur eficiencën, monitorimin, transparencën përmes teknologjisë që sot krijohet mundësia. Siguria e informacionit klasifikuar, një pikë e rëndësishme e punës tonë. Ju e dini që ka ndryshuar kuadri ligjor për sa i përket klasifikimit dhe deklasifikimit të dokumentave dhe këtu në vijim do të jap fjalën kolegut Altin Hoxha, i cili është nga autoriteti caktuar për sa i përket çështjeve të sigurisë dhe deklasifikimit. Jemi munduar që të koordinojmë me institucionet e specializuar, siç është Aksiku. Kemi probleme të caktuara që Altini do t'i caktoj, po jemi drejtuar dhe me shkresë kuvendit për një ngërç ligjor, cilën do ta shpjegojmë më vonë. Për sa i përket marrëdhënieve institucionale, autoriteti është një institucion jo më i ri, po gjithsesi është specifik, edhe ne ndjejmë që jo çdo gjë mund ta bëjmë vetë, jemi munduar të bashkëpunojmë institucionet vendore, të specializuara të kulturës, të arsimit, të kërkimit shkencor, deri më sot brenda dhe jashtë vendit kemi në total rreth 27 marrëveshje, të cilat janë aktive, por që natyrisht e rrisin institucionin, por natyrisht që ne vëmë re që për sa i përket kërkimit shkencor ka nevojë akoma institucionit të pasurojë kapacitetet e veta, qoftë me parashikime ligjore, qoftë me strukturë posaçme. Kolegu Albert Nikola, që merret me kërkimin shkencor, është këtu dhe do ta prezantojë një problem që kemi. Në menaxhim financiar mendoj që kemi qenë suksesshëm, është një realizim i mirë. Kursimet vogla kanë çuar një pak përqindje që duket si mos realizim, por në fakt janë burojnë nga kursimet që kemi bërë e kemi realizuar në rregull pjesën fiduciare. Kështu, me kaq po jap fund edhe ja lë kolegëve. Po, shumë faleminderit zonja Sula. Relatori Ermal Pacaj në emër të komisionit. Pastaj mendoj që nëpërmjet pyetjeve të kolegëve ju mund të keni mundësinë pastaj edhe t'i sqaroni ato probleme që keni secili nga kolegët, se jam i bindur që do ketë pyetje. Zoti Pacaj në emër të dy komisioneve relatimin. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar antar të autoritetit. Edhe unë edhe zonja Bylykbashi për ekonomi kohë vendosëm që gjithë këtë pjesën e realitimit do e bëjon. Atëherë sa i përket raportit të autoritetit mbi informimin e dokumenteve të sigurimit të shtetit, AIDSSH-ja, e cila ka ushtruar veprimtarinë në përmbushje të misionit e tij për dhënien e informacionit mbi dokumentet e sigurimit të shtetit, vlerësimin e cilësive etike, morale, profesionale të kandidatëve ose zyrtarëve përpara emërimit apo ngritjes në detyrë kur kjo kërkohet nga institucionet kushtetuese. Përgjatë vitit 2024, sipas raportimit, ky autoritet ka zhvilluar ka marrë rreth 743 vendime, nga të cilat 742 me unanimitet dhe një vendim pastaj me një vot kundër. Dua të them se dua të cilësoj në fakt për pauzë zgjatur për sa i përket pjesës së 8 rekomandimeve, këtij autoriteti i janë dhënë 8 rekomandimet, nga të cilët ka realizuar 4. Por dua të theksoj, sipas raportimit, kërkoj ndjes, ashtu mund të jetë, por te raportimi që un kam janë 4 të realizuar dhe 4 të tjera në proces. Të 4 rekomandimet e realizuara janë realizuar, kurse 4 të tjerat, të cilat janë në proces, në fakt nuk janë për problematikën dhe mangësitë e autoritetit, këta janë në proces për shkak të problematikave dhe lidhjeve që ka me institucionet e tjera kushtetuese, sepse autoriteti, dua të theksoj, i ka marrë të gjitha hapat ligjor, shkresat, korrespondencat me gjithë institucionet për t'i kryer, por ato kanë ngelur për momentin në zyra dhe nuk është vijuar me andej. Kështu që autoriteti, unë e mendoj se mbas të këtij raporti edhe këto rekomandime duhet cilësohen si rekomandime të kryera dhe jo rekomandime në proces. Sa i përket vlerësimit të performancës së institucionit nga këndvështrimet e shërbimeve të monitorimit, theksoj se gjatë vitit 2024 është punuar për përmbushjen e objektivave të autoritetit në procedurat e kërkesave, konkretisht për verifikimin e zyrtarëve që konkurrojnë për të zgjedhur ose emëruar në detyrat publike, informimin e individëve mbi dokumentet e sigurimit të shtetit, pra individëve
të jashtëm, informimi në kuadër të dekorimit të shtetasve dhe të emërtimit të hapësirave publike me emra personalitetesh. Pavarësisht kjo, se për gjatë raportit kam vënë re se nga njësitë e veçeverisë vendore kemi një masë diku te 20.8% që është kërkuar informacion për këto figura, që në fakt është një shifër relativisht shumë e ulët, dhe kjo duhet të rregullohet në qoftë se, ndjes për informacionin që nuk kam, në qoftë se nuk rregullohet me ligj, kjo duhet me patjetër që të cilësohet, për informimin e individëve mbi dokumentet e ish sigurimit shtetit për periudhën 12 mujore, pra janar dhjetor 2024, kanë hyrë në autoritet 503 kërkesa individuale, ose 46 kërkesa më shumë se për 2023, janë mbyllur 535 kërkesa, ose 5% më shumë se për vitin 2023. Pra kemi një rritje të performancës së autoritetit krahasimisht me vitin 2023. Gjithashtu, kemi një rritje përsëritje performancës, në fakt e komplimentueshme kjo, sa i përket deklasifikimit të dokumenteve të klasifikuara si sekret shtetëror, që është një tjetër proces pune shumë i rëndësishëm që kryhet nga autoriteti sipas përcaktimeve të ligjit 10/2023, theksojnë se gjatë periudhës janar-dhjetor 2024 janë marrë 32 vendime, në bazë të cilave janë deklasifikuar 17.303 njësi arkivore, pra dosje ose fashikuj, ose përndryshe 1.096.699 fletë. Kjo krahasimisht me 2023, ku kishim 5.561 dosje ose fashikuj, ose 237.259 fletë faqe, të deklasifikuara sipas tabelës së paraqitur që ishte bashkëlidhur me raportin e autoritetit mbi informimin e dokumentave. Të nderuar koleg, ky ishte një relacion përmbledhës mbi ato çka ky autoritet i ka përcjell kuvendit të Shqipërisë. Shumë faleminderit për vëmendjen dhe shumë faleminderit për kohën. Zoti kryetar. Po faleminderit zoti Pacaj. Tani kush e do fjalën për pyetje? E kishte ngrit dorën për pyetje zë gjeni apo? Ja, po t'ja japim o erdit i se e ka si me merak. E ka si me merak o erdit. A? Okej. Zonja Çavushi. Ta nisim ne këtë herë. Faleminderit. Faleminderit kryetar, e nderuar, për sa i përket raportit, evidentohet një rënje e ndjeshme e numrit të dokumentave të digitalizuara gjatë periudhës 2024 që ne po flasim me 2023. Rënja është patjetër e ndjeshme, nga 2113 dosje të digitalizuara në 646 dosje. Apo merren masa që procesi të vijojë me ritme më të shpejtme dhe duke pasur parasysh rëndësinë që ka për transparencën dhe ruajtjen e arkivit historik. Faleminderit. Po faleminderit zonja Çavushi. Zonja Sulaj, ju do përgjigjeni? Okej. Jo, shkurtimisht nuk e dia është kuptuar, skanimi vjen mbasi bëhet deklasifikimi dhe deklasifikimet kanë atë ritmin e vet. Kështu që me të bërë shumë mundet, tash unë nuk di, po mundet që për shumë kemi filluar me skanimet e një fondi që ka qenë i paklasifikuar dhe ai bëhet shpejt, dhe pastaj është një fond i cili pret që deklasifikohet, pastaj të skanohet. Kështu që janë procese që gjithsesi synimi jonë është që sa më shpejt brenda mandatit jetë çdo gjë e deklasifikuar dhe skanuar. Dhe do ecet me këtë. Për sa i përket deklasifikimeve, do flasim pak më gjatë me zotin Biles, mund të jetë momenti tash që ta diskutojmë. Kemi pasur disa ngërçe. Nëse ka një përgjigje për deklasifikimin, për deklasifikimin shumë shkurt zoti Hoxha. Faleminderit. Atëherë, me ndryshimet ligjore të ndodhura në ligjin 45/2015 në vitin 2022, ideja e ndryshimeve ligjore ishte që procesi deklasifikimit të liberalizojë dhe fakt ligji shprehet që këto dokumenta nuk vlerësohen më si dokumenta të klasifikuara. Edhe në rast se gjatë punës sonë ne vlerësojmë që këto dokumenta kanë rëndësi apo cënojnë sigurinë kombëtare, atëherë mund të ndodhë procesi i rivlerësimit të tyre dhe mund të riklasifikohen. Më pas, pati ndryshim ligji i informacionit klasifikuar. Edhe lidhur me këtë pikë, ligji i informacionit klasifikuar në nenin
22 në mos gaboj, shprehet qartë dhe thotë që konsiderohen të deklasifikuara të gjitha dokumentat e ish sigurimit të shtetit, përjashtim nga ky deklasifikim bëjnë vetëm ato dokumenta që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërshtetërore. Për këto vazhdon ruhet akoma klasifikimi i tyre. Dhe në zbatim të këtij ndryshimi ligjor, në vitin 2024 ka dalë një VKM e Këshillit Ministrave për zbatimin e këtij ligji që ndihmon ose normon procesin e deklasifikimit. Dhe ne si autoritet nuk kemi autoriteti që kemi krijuar këtë dokumentacion. Dhe në procesin e deklasifikimit duhet të jetë pjesë për të dhënë vendim ose institucioni që i ka krijuar dhe në mungesë të tij institucioni që ka ngjashmëri në fushën e veprimit që në rastin konkret mund të jenë institucionet nga të cilat ne kemi marrë këto dokumenta. Pra, kush është ngërçi i krijuar, ka ngecur në fakt procesi i deklasifikimit, sepse duhet, edhe sipas vlerësimit të Aksigut, që është institucioni përgjegjës që vlerëson dokumentat e klasifikuara, duhet që të ketë një vlerësim nga institucionet përgjegjëse, që në fakt nuk ka qenë më parë, hapi i parë dhe hapi i dytë, sipas vlerësimit të tyre, ne nuk mund të klasifikojmë dokumenta që nuk i kemi prodhuar vetë. Pra, siç thotë, është i pazbatueshëm në rastin konkret sipas vlerësimit të tyre, neni 5 i ligjit 44, pika 5 e neni 44 të ligjit 45/2015. Pra, ndoshta ky ngërç ka sjell pak edhe në rënjen e numrit të dosjeve digitalizuara, sepse siç e shpjegoi kryetaria, para digitalizimit është procesi i deklasifikimit, skanimit dhe më pas ruajtja në arkiva digjitale. Dhe pikërisht lidhur me këtë problematik, ne së fundmi jemi drejtuar Kuvendit të Shqipërisë për t'ia bërë të qartë dhe për t'i kërkuar dhe suport dhe mbështetje për zgjidhjen e kësaj problematike, sepse ka një kundërshtim të dy ligjeve, ligjit informacionit klasifikuar dhe ligjit ton bazik 45/2015. Sa i takon rivlerësimit, riklasifikimit. Ideja është, zoti kryetar, që nuk mundet të trajtojmë dokumentat e sigurimit të shtetit si dokumenta që kanë të njëjtën peshë si ato që prodhohen sot. Kështu që e kemi vrarë mendjen gjithsesi neve do të zbatojmë ligjet dhe rekomandimet e institucionit mbikëqyrës për sigurinë, që është Aksiku, por jemi të bindur që duhet bërë patjetër një ndryshim ligjor që të dallojë. Kemi qenë më fleksibël dhe më rehat të themi në procese përpara. Dy ndryshimet u bën që të na lehtësonin procesin, por në fakt na janë kthyer në bumerang me lojra fjalësh që ne kemi marrë qasjen konservatore, do t'i bëjmë ashtu siç mund të bëhen me këtë kuadër ligjor, po ju e keni edhe në shkresë. Pra ka përplasje ligji juaj me ligjin e informacionit klasifikuar. Institucionet e sot me sot, qoftë ligji, qoftë VKM-ja, ato trajtojnë dokumentat që prodhohen sot për sigurinë kombëtare sot. Tash ne jemi kthyer në një standard shumë të rëndë për aq trashëgimi të madhe që kemi miliona faqe, ne po të bëjmë procedurat që kërkon shteti sot. Është një proces që na merr shumë kohë. Kështu që këtu besoj që është çështje teknike, po do të vlerësojmë shumë që ta zgjidhim bashkë. Zoti Bylykbashi ka kërkuar fjalën për pyetje. Faleminderit, kryetar, të nderuar anëtar të autoritetit. Juve folët ndështë tjera edhe për përpjekjet për ndërgjegjësim sa më gjerë. Tani, mbetet fakt që pothuajse nuk dalloheni. Mund mos jetë vetëm për sforcët tuaja, pra gjithmonë besoj ka më shumë për të bërë, pa diskutim, por edhe për një klimë përgjithshme. Gjithsesi, ky është një konstatim, pra unë vetë do kisha dashur që t'ishte goxha e fortë, sepse mendoj që një nga problemet e themelit që ka për shumë problematike që kanë funksionimin e shtetit sot, përfshirë dhe politikën, është fakti që ende si ndarë nga kjo trashëgimi e tmerrshme që janë krimet e komunizmit dhe më pas dhe të gjitha ose të gjitha veprimet e tjera që bërë. Pa ende kjo shoqëri nuk e ka bërë ndarjen.
Dhe kjo e helmon. Bota ka shkuar larg, jo vetëm vendet ish komuniste, po dhe ato që kanë vuajtur pasojat e nazizmit dhe fashizmit, për të bërë çmos që të vënë pa gravitetin e atyre krimeve. Dhe po marr një rast. Në Itali është njihet si masakra e Marcabotos, ku, po themi, forcat naziste kryen një masakër të madhe. Për shumë vite ato dosje mbetën të mbyllura në një dollap në prokurorinë e Romës, mos gaboj, dhe nuk hetoheshin. Quhesh dollapi i turpit, rrinte me kanatat nga muri. Por në vitet 90 vendosi prokuroria ti hapte, dhe që atëherë filloi një seri ndjekjesh penale për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte nga oficerët nazist deri te kushtarët e thjeshtë. Dhe shumë prej tyre përfunduan me dënime, edhe pse në moshë 90 vjeçare. Gjë që në Shqipëri nuk ka filluar ende. Ose kur filloi u ndërpre. Pra, me çdi unë vetëm një person, Shefqet Peçi, dënuar për krime lufte, për vrasjen e robërve, në mos gaboj. Ka patur dënime të tjera për genocid të tjerë, por më pas sistemi hyri në lojë mbas 97-s dhe i ndërpreu, i fali e tjerë me radhë. Pra, edhe kur pati përpjekjet e para, sa po erdhin pushtet, ajo forcë politike që kishte rrënjën eksakt tek krimet e komunizmit, e ndërpreu këtë. Janë bërë 3 tentativa në dijenin time, pra janë 3 herë është tentuar lustracioni. Dhe në një mënyrë ose një tjetër është bërë e mundur që të zhbëhet, ose me gjykat kushtetuese, ose duke mos vazhduar zbatimin e ligjit. Kështu që tani unë kam 2 pyetje. A mendoni që duhet që kurrikulat e shkollës të kenë komponente që pra për nxënësit e, po themi, deri në një nivel caktuar, të kenë komponente të tilla që dënojnë dhe edukojnë pas një ekuivok fëmijët, nxënësit, për krimet e komunizmit. Pa i ngatruar. Pra, ne atë kemi plag, komunizmin. Dhe e dyta, a mendoni që me të gjithë informacionin që keni mbledhur deri më sot, ato që jeni deklasifikuar, pra dhe çfarë është e disponueshme, a ka më sot, ose mendoni që duhet që ligji që ka gati 3 vjet, projekt ligji që ka gati 3 vjet në sirtaret e Kuvendit Shqipërisë, për lustracionin, jo të bashkëpunëtorëve, po të atyre që krijuan dosjet e sigurimit, pra ata që organizuan sistemin, që praktikisht ata janë kriminalët. A ka ardhur koha që të bëhet ky ligj i veçantë, lustracioni, ta miratoj ky parlament eventualisht në këtë legjislaturë, në mënyrë që pa patur nevojë ndërhym ke kodit zgjedhor etj, pra me një ligj të qartë, të gjithë ata që janë ende në funksione shtetërore, qoftë të zgjedhura, dhe apo synojnë t'i marrin këto, tu bllokohet mundësia për shkak të lidhjes me këtë trashëgimi të tmerrshme, dhe ndoshta po shtoj të tretën. A mendoni që ka ardhur koha që në Shqipëri të ketë edhe gjyqje për të dënuar kriminalët e komunizmit? Ne kemi deri në 90-ën. Pra ata që kanë urdhëruar apo kanë dhe ekzekutuar njerëz në kufi, apo në për kampet dhe burgjet e kohës komunizmit të dënuar politik. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Bylik Bashi, zonja Sula. Unë
ngritën disa çështje dhe të falenderoj i nderuar që ngritet çështje që ne na kanë shqetësuar. Për shembull, gjëja e parë që thatë ju është që kush është ndjeshmëria që ka publiku ose a ndihemi ne si institucion. Ne po bëjmë çështë e mundur që të shkojmë te publiku si mbas grup moshave, ndryshe për grup moshat e të rriturve, ndryshe për të fëmijët, por natyrisht që këtu kërkohet ndihmë nga ju, sepse ne e dimë se ku duam të shkojmë, mediateka, platforma për mësim, dhënien elektronike, to kërkojmë burime. Ne e kemi kërkuar në planin buxhetor afatmesëm, buxheti do vi këtu. Shpresoj shumë që ju të na mirë kuptoni që këto gjëra kërkojnë edhe burime të posaçme. Ne tashmë e dimë, partneritetet i kemi, do bëjmë edhe më shumë, po natyrisht që kërkohet burime. Një ndër gjërat që do doja të ngrija në raport me këtë që thatë ju është edhe për shembull vjet re që ka një dezinformim në mediat sociale duke përdorur video të propagandës diktatoriale. Besoj që i keni parë, keni vënë re, domethënë ka glorifikim të diktatorit, ka glorifikim të fitoreve në thonjza, ne dim mirë aty ku punojmë se çfarë kostosh njerëzore ka një mënyrë spaçi, se ne kemi zbardhur për shembull produktet e punës spaçit. Kemi zbardhur faktin që sot të dënuarit nuk marrin as pagën e punës pa paguar, as pensionet. Ne kemi sjell këtu në kuvend dhe prapë do t'i sjellim. Me dezinformim të tillë, çfarëdo që bëjmë neve, duket që është e fuqishme. Jemi drejtuar dhe Komisionit për Dezinformim këtu dhe ne, duke parë edhe strategjinë kombëtare të sigurisë që tashmë ka kaluar në ligj vjet në 2024, ne mendojmë që çdo fushat dezinformimi që glorifikon diktaturën është kundra interesit kombëtar sipas vetë ligjeve të Shqipërisë. S'po them rezolutat e 2006-2016, nuk po them çfarë thot Parlamenti Evropian për sisteme totalitare. Unë mendoj që nuk bëhet fjalë vetëm për sigurimin e shtetit që ne kemi, këtu bëhet fjalë për një ideologji që ka qenë kundra njerëzore dhe këtu mund të flasim sa të duam. Ta luftojmë nostalgjinë, ta luftojmë mohimin e krimit, ta luftojmë dezinformimin, për të gjitha këto ne i dimë se si bëhet. Ju lutem na ndihmoni për çdo iniciativë, për çdo propozim. Shoqëria ligji na ka dhënë një mundësi që ne mund të bëjmë propozime ligjore, i kemi sjell. Disa herë brenda vitit ne i sjellim. Për sa i përket kurrikulave, natyrisht që ne nuk do zëvendësojmë Ministrinë e Arsimit, por ne do bëjmë aq sa kemi në dorë, jemi lidhur me marrëveshje. Është shumë e nevojshme, po ne e dimë që kjo është një peshë e rëndë edhe për ata dhe për ne. Për shembull, ajo që kemi bërë ne nuk bëhemi dot arsimtar, po ne po punojmë me mësuesit që ata të aftësohen, po i japim mjete, mundësira. Programet i ka Ministria e Arsimit. Ne po i tregojmë gjitha mundësit, po i zbardim ngjarje çdo rreth më rreth, po shkojmë me klube libri, se për shembull një ngjarje si kjo e naftës është relevante shumë në Kuçov. Po shkojmë Kuçov. Një ngjarje si kjo e Tuç Makut ke filmi Toke për gjakur, po punojmë që filmi të punohet në Lezhë, aty ku është përbaltur edhe prona, drejta për pronë, edhe figura e tij. Për shembull, po mundohemi në çdo rreth po i nxjerrim këto, që t'ja bëjmë gati arsimit, vetëm dua të kuptojmë një gjë, që të çosh një gjë në kurrikul kërkon një proces afatgjatë. Këtu dua të tregoj edhe një herë çfarë mund të bëjmë ne dhe çfarë sa bëjmë dot. Nga neve po mbledhim arkiv, po i deklasifikojmë, po i skanojmë. Duhen studiuar. Këtu është një hall që unë do doja kolegun Marku të na ndihmoj. Pastaj shkojnë në përshkolla. Ky cikël kam pyetur ekspert në Francë, por kam qenë Këshilli të Evropës për të bërë. Tash sa kohë do nga zbulimi të vërtetës në ta çuarën të vërtetën në shkollë? Do 10 vjet. Do kohën e vet. Tash këtu neve ligjvënësi na thotë mos bëni ju kërkim shkencor, ta bëjnë të tjerët. Ku janë këto të tjerë? Unë do ja lej fjalën zotit Marku dhe Nikola ta zbërthej pse ne kemi nevojë edhe për disa funksione të kërkimit shkencor. Se nëse ne e gjejmë dosjen, tash unë do të gjej studiusin që do vi ta kërkoj që të bëj jo 1, po 2-3 bëhet një debat që pastaj t'ia çojmë shkollës, që ta kthejnë kurrikul, ta bëj. Pra, duhet kuptojmë që jemi të humbur, po morëm proceset kështu. Duhet që institucioni jon vërtet të mirë kuptohet për barën, ne dim se si bëhet, ne po pilotojmë, po nxjerrim, por ka nevojë për burime të caktuara, qoftë njerëzore, kemi për dhe strukturën e re këtu, qoftë financiare, qoftë edhe me kompetenca. Lutem, Berti. Zoti Nikola, ju lutem shumë shkurt sepse kam pyetje disa kolegë dhe Ju lutem mos na shkurton ne kohën. Jo, do ta bëjmë ata. edhe për të ilustracionit të jepja një përgjigje zotit Bylykbashi se paktën që nga 2013 atë njëjtat pyetje bëjmë këtë komision, sa e vjen raportoni ju zonja Sula.
Jo, kanë ndodhur shumë gjëra, po bëjmë njëjtat pyetje sa herë vjen. Po. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje zoti kryetar. Unë mendoj se kjo që tha pak më parë zoti Blykbashi është shumë interesante, po është edhe ndërlidhur, e ndërthuar në mënyrë perfekte me ligjin organik që ne kemi, që ka të bëjë me edukimin. Dhe për sa i përket edukimit, kjo domosdoshmërisht kërkon një përgatitje shkencore, një sforcim shkencor, dhe ne në fakt realisht e bëjmë të punë shkencore, edhe për edukimin, por edhe për një fakt tjetër, kur po t'i referojmë edhe thelbi, substancët që ne kemi që ligjë për me informu njerëzit që kanë nevojë mbi dosje e sigurimit, aty, jo çdo dosje, jo çdo dokument është i përthithshëm në mënyrë të lehtë për njerëzve që vinë aty. Edhe ne na kërkoi prapë edhe ky hap tjetër, pra që dosja të jetë e lexueshme edhe e kuptueshme nga çdo person që ka nevojë për më informu. Pra është përmbushja e punës për informimin që ne na jep këtë detyrim për me studiu më tepër. Ndërkohë, ne kemi kryer një grup brenda institucionit ku un kam nderin që ta drejtoj për sa i përket kërkimit shkencor. Atëherë meqense ky kërkim shkencor realisht bëhet brenda autoritetit, atëherë ne çfarë kërkojmë? Ne kërkojmë, zoti kryetar, mirënjohjen e një realiteti ekzistues. Dhe ky realitet ekzistues është i përputhshëm krejt me ligjin mbi kërkimin shkencor, edhe sidomos me nenin 14 kërkimin shkencor, ku thuhet që është e mundur të krijohen njësi të posaçme kërkimi shkencor brenda institucioneve. Pra jo më kërkoj një institucion të ri, por duke qenë se ky institucion është tashmë ekzistues, brenda këtij institucioni krijohet njësi e posaçme. Kjo ka shumë rëndësi jo vetëm për njohjen e këtij grupi, kësaj njësie të posaçme, por edhe për faktin se e mirënjehet punë që ai bën dhe duke mirënjohtë, ai fiton edhe kreditet, ai mund të bëjë edhe trajnime, ai mund të bëjë edhe stazhet e studentëve duke njohur edhe kreditet e tyre. Edhe besoj që është një argument jashtëzakonisht i prej zoti Manja, kërkimi shkencor sa më i ndershëm, sa më korrekt për sa i përket këtyre dosjeve, sepse ka të bëjë me dokumenta që shpeshherë brenda tyre kanë krijime monstruoze dhe kërkohet një dëshmëri edhe një etikë profesionale jashtëzakonshme për me paraqit ashtu siç janë realisht. Pra, kërkesa jonë është thjesht njohja e njësitë posaçme kërkimore brenda institucionit. Pra ajo që juve me siguri keni të dhëna që duhet janë rënqethse. Pra dhe si shifra, dhe si statistik. Mundet që studimi të çojë edhe në konkluzion e kërkimi shkencor mund të çojë, por atë dhëna që keni ju, nëse lexohen, për shembull, ne sot kemi mitin e 28.000 dëshmorëve, që nuk janë aq. Askush nuk bën kërkim për këtë, por është krijuar një mit. Ndërkohë që është shifra e personave të dënuar, të vrarë e tjerë me radhë nga regjimi komunist e ka përcen shifrën reale të luftës së dytë botërore dhe është më e tmerrshme. Është dhe më e hidhur se është brenda nesh. Po sikur pa bërë shumë studime dhe vetëm duke dhënë shifra, njerëzit kuptojnë që ishte një regjim që nuk mund të glorifikohet, që ata të cilët vazhdojnë të përhapin propagandë, qoftë duke disinformuar, kanë një qëllim që është tjetër. Nuk është histori nostalgjie. Vetëm para pak, vetëm tani vonë, është na shpërndarë si një figurë që duhet nderuar, që ka lidhur në muajin, ne parlamentarëve, në muajin tetor duhet nderuar Enver Hoxha. Duhet kujtuar. Ka në për emailët e deputetëve. E pa mendueshme 10, 15, 20 vite përpara, kemi ardhur te kjo pjesë. Pra, po të nxirren shifrat, po të thuhen fakte, qoftë pas studim, po fakte ashtu siç ka ndodhur, ata që fillojnë e lexojnë në fazat e ndryshme kuptojnë, ishte regjim monstruoz kriminal. Duhet shkputemi nga çdo gjë që reflekton atë. Sot ende ka debat, duhet apo s'duhet ndalojmë simbolet e komunizmit në Shqipëri. Shtetet e tjera kanë me ligj. Përveç se kanë ndaluar, kanë dhe penalizim për te. Përfshirë penal, jo vetëm administrativ. Kene ende diskutohet. Dhe mbahet zyrtar 3 vjet ligji për lustracionin. Po, zotin Blykbashi. Bukur ju e përmendët dhe ne kemi vënë re që ka bërë buj fakti që është vënë figura e diktatorit Hoxha si figurë për të nderuar në tetor. Po tjetë se juve si kuvend, zoti kryetar, do sillni figurën e Enver Hoxhës për ta verifikuar tek autoriteti jonë, neve do përdorim standardin e ligjit,
i cili në këtë raste do t'ju informonte juve për prezencën e vendimarrjes së diktatorit Hoxha. Jo, realisht, do dilte në komision. Jo, është rasti dhe për ta ilustruar si janë deputet e ri. Do me thënë, do dilte si personi që ka ideuar sigurimin e shtetit, se si ka firmosur vetë me dorën e vetë platformën e sigurimit. Do me thënë, del në shumë dosje, del që ka thënë, në neve do dilnim me goxha një përgjigje të elaboruar, si që kemi dhënë për shembull edhe Bashkisë Dibër, kur na kërkoi ta dekorojmë Haxhilleshin, ne i treguam, ne nuk i themi dekoroja apo jo, se këtu ligji jonë është ligj për informim dhe nuk është ligj për lustracion, por ama ne i çuam një përgjigje të detajuar të rolit që ka pasur Haxhilleshi si ministër i brendshëm në periudhën që ka qenë edhe çfarë ka ndodhur atëherë. Ky është roli i institucionit tonë dhe këtu neve gjejmë veten shumë mirë për sa i përket lustracionit moral. Jemi ne të kënaqur, ju e vutër dhe relatori e vuri re që vetëm një pjesë e bashkive vjen kërkon, të tjerët nuk kërkojnë. Tash këtu do ishte shumë e udhës që ligjvënësi t'ja u detyrojë ata. Ata le të marrin vendimin që duan Këshilli Bashkiak, se ne nuk e diktojmë dot, jemi demokraci, po që të informohen, duhet të jetë taksative. Pastaj ato të vendosin si të duan. Se komuniteti tash ka demokracia funksionon ndryshe. Pyetja, a duhet që figurat tilla të jenë prap shenjza morale të shoqërisë tonë? Unë them që jo. Kostot e diktaturës janë ato, siç thatë ju. A ka drejtësi? Po ne për shembull çfarë themi ne? Ne themi na ndihmoni të gërmojmë për të zhdukurit. Një trup i zhdukur është një fakt i cili të çon tek hetimi, penal ose jo. Po ne nuk po lehemi të gërmojmë. Që këtu vërtet kërkojmë ndihmë, që këtë punë që ne po bëjmë, që ne do vazhdojmë ta bëjmë. Nuk mund ta bëjmë vetëm ne, ka dhe institucione tjera. Kështu që sikur neve të ndihmohemi që ligji jonë të jetë totalisht i zbatueshëm nga pushteti vendor, edhe nga instituti parlamentar për gjithë figurat, do ishte shumë mirë sepse do ishte më e udhët. Ndërsa për sa i përket prap kësaj, kërkimi shkencor, sa më shpejt institucioni jonë të shkojë drejt një profili institucioni kujtese, jo thjesht informim, po dhe të prodhoj dije që ne po e prodhojmë, më mirë do ishim proceset më të shpejta, po kjo është ke ligjvënësi dhe ne do ta bëjmë prezent mendimin tonë. Po pra se ne mbajmë dhe një institut studimësh, prandaj ky është problemi. Me studime këtu merren shumë me të kaluarën. Kemi edhe një institut studimeve të krimeve kundër komunizmit, që vjen edhe ai merr ca lek këtu në kuvend për të bërë studime. Ju që e kërkoni kërkimin shkencor se keni dosjet, fakt dhe keni materialet aty ku i keni. Gjithsesi kuvendi do duhet i mbledhë këto gjëra aty ku duhet fokusuar puna. Se do vit raportoj pas pak ditësh edhe ai, këtu edhe ai të njëjtat gjëra kërkon, thotë edhe unë po studioj, thotë të kaluarën. Po është 50 vjet në fakt, është më fal që po ndërpres, po nga 100 vjet shtet shqiptar, 108 vjet, gjysma është shumë periudhë e rëndësishme. Nuk është vetëm sigurimi, është raporti i shtetit me individin, i çdo sektori, është shumë e gjerë, është vërtet shumë e gjerë, është masive, është vetë ne, domethënë është identitare, është për shumë gjëra. Vërtet e besojmë këtë punë. Zoti Blushi e ka fjalën për pyetje, mbas zotit Blushi, zoti Strazimiri. Faleminderit zoti kryetar. Së pari më lejoni të bëj një vlerësim para prak të punës së autoritetit që në vlerësimin tim është një institucion thellësisht i politizuar, ndaj nuk dua ty shumë në themel kësaj çështjeje, por më shqetëson fakti që një prej anëtarëve të këtij autoriteti është një figurë e cila qartësisht ka mbajtur qëndrime thellësisht politike, dhe kam fjalën për zotin Nikolla në raport me politikën, edhe doja të dija për ti që ai qëndron atyre vlerësimeve që ka bërë në emër të Partisë Socialiste dhe ai kompromenton kjo faktin që tani më është antar i këtij autoriteti, sepse ka qëndrime të cilat për fat të keq janë kontestuar edhe nga shoqatat e ish të përndjekurve politike dhe të cilët më kërkuan gjithashtu që
t'ja rikujtoj zotin Nikola disa nga qëndrimet e tij, të cilat nuk ka nevojë t'i ripërsëris në këtë komision. Së dyti, dua t'ju kujtoj që neni 9.3 i ligjit për autoritetin parashikon se qenia antar e autoritetit është e papajtueshme me çdo detyrë tjetër shtetërore apo private. Kam një pyetje për zotin Altin Hoxha. Në vitet 2022, 2023, 2024, a keni punuar në një firmë private përveç detyrës si antari i këtij autoriteti? Edhe a përbën kjo shkeljet e ligjit nga ana juaj? Ndërsa për zonën kryetare, kam një blok pyetje që lidhen kryesisht me funksionin e saj. A keni ju dijeni se sa deputet aktual pra të kësaj legjislature kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit? Çfarë masash konkrete keni marrë për të detyruar partitë politike për të mos kandiduar figura të cilat kanë patur funksione të larta në i sigurimin e shtetit, ka qenë pjesë e saj. Me të drejtë thatë që ose kërkuan ndihmën e këtij komisioni për të ndihmuar për çështjen e të zhdukurve. Doja të dija sa të zhdukur janë që vend varimet e cilë vende nuk dihet, edhe ku ndodheni me këtë proces. Kush është pengesa që kërkoni ndihmën e komisionit? Pengesa është Ministria e Brendshme, do të thënë, cili institucion ju pengon? Dhe pse në ky proces nuk ka marrë, në fakt, me ju me shumë të drejtë ngritet faktin që është një proces i cili duhet të kishte një transparencë prej shumë kohësh, por megjithatë ju evidentuat si problematikë. Në kush institucion ju pengon, edhe pse në fakt nuk gjeni bashkëpunim për një çështje e cila në fakt duhet të marrë zgjidhje një herë për gjithmonë, sepse është jo normale që kaq dekada pas rënies komunizmit ende familjarët të kërkojnë trupat e të afërmëve të tyre të zhdukur. Gjithashtu do të dija cilat kategori dosjesh janë ende të mbyllura për publikun. Dhe kush është kriteri që këto dosje për shembull nuk kapen, dhe do doja të na listonit një kategori dosjes cilat ende janë të mbyllura për publikun. Edhe kam dhe një shqetësim tjetër që lidhet në fakt me çështjen e ishetuesve të diktaturës. Në gjykimin tuaj, këta duhet të jenë më pjesë e institucioneve tona shtetërore? Sepse i referojnë faktit që sot kemi në strukturën e posaçme antikorrupsion një ishetues të diktaturës, zotin Kraja. Ju e keni informuar atë komisionin e vettingut për të kaluarën e tij dhe a përbën kjo shkelje kuptimin qoftë edhe në vlerësimin tuaj morale se si një ishetues i komunizmit i cili deri në ditën e fundit të diktaturës ka dënuar të rinj për dëmtim të moralit komunist, sot është po hetues në një strukturë dhe që në fakt orientohet sigurisht drejt shtetit të së drejtës. Pra, i njëjti hetues që deri dje mbronte ato ligjet e komunizmit, i njëjti hetues sot mbron shtetin e së drejtës. A përbën kjo nonsens për ju? A keni keni informuar këtë institucion? Këto janë, më falë, dhe një çështje tjetër se shoh tek raporti që na keni sjell në fund për çështjet e proceseve gjyqësore. Edhe kjo ndoshta lidhet edhe me konstatimin e parë, domethënë, ky është vlerësim personal që jeni një institucion thellësisht politik. Shoh që keni humbur një çështje në lidhje me një paditës, emrin e cilit refuzoj ta përmend, por në dijenin tim është një ish zyrtar i nderuar i shtetit shqiptar, pra për paditësin e keni këtu ndosë, s'dua ta përmend as inicialet, dhe shoh që e keni humbur çështjen në gjykatë. Sepse vetë keni bërë që në seancën gjyqësore gjykata vendosi të pranoj pretendimet. Kjo e kompromenton punën tuaj, pra, dhe a justifikon atë qëndrim që unë mbajta, pra, sepse fakti që gjykata vendos në kundër të ose kundër jush dhe jep të drejt paditësit
kjo e kompromenton disi punën e këtij autoriteti. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Blushi. Do t'ju lutesha që për pyetje që janë personale, ju këtu jeni për të raportuar për veprimtarinë e autoritetit të dosjeve të sigurimit shtetit për vitin 2024. Edhe të gjithë si antar keni marrë një vot nga Kuvendi i Shqipërisë në momentin e emërimit. Kështu që e keni në vlerësimin tuaj nëse do përgjigjeni për pyetje që janë personale ose jo. Shiko, merrni me radhë pyetjet dhe pastaj në fund ato që janë personale mund ta merrni fjalën në fund, po çka janë thelbësisht që kanë të bëjnë me veprimtarinë e autoritetit mund të përgjigjeni zonja Sula. Pastaj mund ta merrni fjalën. Atëre, së pari, pyetja lidhet me sa deputet kanë bërë verifikimin e figurave. Unë pyeta kolegen time këtu, drejtoreshën e verifikimit figura, dhe më thotë 6 vet kanë ardhur në mënyrë individuale për të bërë verifikim figure. A kemi neve në një mundësi, si autoritet, e kemi përdorur atë mundësin që jemi drejtuar me shkresa të gjitha partive, të gjithave, aq sa janë, duke i edukuar të themi, duke i çu formularët, kaq që është mundësia. Kemi bërë dhe propozimet ligjore që të jetë detyrueshme verifikimi, kaq kemi mbritur. Pa. S'kemi, ne nuk kemi mundësi. Ne kemi bërë propozimet ligjore që çdo vit i bëjmë, dhe ne themi që kjo duhet jetë një gjë që duhet jetë pjesë e. Kemi kërkuar, kemi dhënë 3 versione përpara, mbrapa dhënë zoti Skënder vjen dhe nga KQZ-ja dhe e njeh, nëse detaje teknike ne i kemi bërë prezente, do t'i bëjmë prapë prezente. Më thënë gjithë problemi është mundet edhe të na krijohet mundësia që ne kryesisht i bëjmë verifikimet. Po për momentin ne nuk bëjmë dot veprime kryesisht. Ne lëvizim me kërkesë dhe kërkesat janë është marrë ligji gjerman, po gjermanët nuk e kanë diskutuar më, e kanë bërë, kurse këtu ne kanë ngelur në vullnetin e forcave politike. Për sa i përket të zhdukurve, ku jemi, ajo që vjet re është që neve, siç e thash, kemi 400 kërkesa sot që flasim, vjet kanë qenë 56 kërkesa. Ku është ngërçi? Neve po bëjmë punë për qartësimin e fatit, po mbledhim informacion për vendvarimet e dyshuara, po punojmë me pushtetin vendor që të mos tjetërsohen vendvarimet e dyshuara derisa të krijohet hapësirë për procesin. Ajo që mbetet është të bëhen ngërmime. Duhet një VKM që vetë ligji jonë e kërkon. Ne jemi ulur me OSBE-n dhe me gjithë institucionet në mënyrë të vazhdueshme, prokurori, mjekësi ligjore, polici shkencore, ministri të brendshme, polici dhe pushtet vendor. Këtu VKM-ja ka ardhur në një nivel teknik të mirë, po fakti që ka ngërç midis Ministrisë së Brendshme dhe asaj drejtësisë vijon, ka diçka që të shkon. Së fundi me një konsultim me ICMP-n erdhi zëvendës drejtoresha e Ballkanit Perëndimor. Mundet që ngërçi të jetë këtu që kur është bërë marrëveshja ICMP-s me qeverinë, ai DSSH-ja nuk ka pas kompetenca në fushën e të zhdukurve, kështu që nuk është pjesë e atij ligji. Mund të jetë e udhës që neve si shtet të rishikojmë marrëveshjen me ICMP-n dhe të futet ai DSSH-ja si një institucion koordinues, edhe pastaj shumë gjëra edhe që ka VKM-ja mund të futen aty dhe të vijojmë. Për këtë do shkohet në Hag, se ICMP-ja është në Hag, në mes të nëndorit kemi kërkuar prezencë dhe vizitë të një institucion dhe të një grupi të madh përveç nesh dhe nga Kuvendi, do ju vi ftesa shumë shpejt, do ishim falënderues nëse dhe juve dërgonit përfaqësime edhe në Hag, ti shikojmë gjërat nga afër. Bëhet fjalë për një teknologji që Shqipëria nuk e përballon dot, vetëm po e përballon ato thon po, e bëjmë, thjesht tash është një ngërç. A ka vullnete që nuk duan që kjo të ndodhi? Mundet, por mua më duket që është çështje politike, ligjesh tashmë që me vullnetin edhe tuaj mund të realizohet. Për sa i përket mbylljes së dosjeve, a kemi neve dosje që ne i mbajmë të mbyllura? Sipas ligjit ton janë 2 nene. Një është nene 23. Janë këto dosje të cilat kanë lidhje me kundërzbulim, zbulim, terrorizëm në kontekstin e ligjit kodit penal sot. Për këto ne konsultojmë shishin dhe aty ku ka të tilla, shishi rekomandon dhe vendos të themi që këto nuk hapen. Është dhe neni 6, aty ku ka probleme të sigurisë kombëtare, të pajtimit kombëtar,
këtu neve i mbajmë. I deklasifikojmë, po i mbajmë për shfrytëzim për sa kohë. Për shembull, kemi pasur dosje të caktuara, të cilët për shumë pak raste, me thënë drejtën, kemi pasur që kemi vendosur që mundet të prishi harmoninë ose po gjëra të rralla gjithmonë me konsultimin e institucioneve të specializuara. Për sa i përket ish-hetuesve, ligji jon, tash është ligji informimi, ka nene 2 nene 39-40, informon për antarët e sigurimit shtetit, ku hyn edhe hetuesit, edhe prokurorët, edhe gjyqtarët. Ne informojmë pastaj çdo institucion, merr masat e veta dhe bën përzgjedhjen e vet. A e kemi kaluar në sitën e gjithë karakteret, gjithë personazhet që janë sot në sistemin e drejtësisë së re? Po, ne kemi kaluar të gjitha figurat. Tash për persona të posaçëm nuk di të them konkrete, por normalisht si parim janë rreth 800 e sa persona ne kemi kaluar. Tash për sa i përket hetuesve, ligji ka dhe një gjë, ka një fushë veprimi që janë krimet politike, të cilat janë pafajsuar në 91-shin. Kështu që ne bëjmë këtë pikëprerje. Kush ka bërë detyrë, kush është në regjistrin para të antarëve të sigurimit dhe ka pas hetues, prokuror, gjyqtar në çështje politike sipas këtij ligji, aty bëhet pikëprerja dhe kështu që po i kemi verifikuar dhe natyrisht i kemi informuar institucionet që marrin vendime. Për sa i përket procesit gjyqësor, aty neve ndi që procesi gjyqësor është fuqizuar pjesërisht vendimi, për neve është një ligj informimi, ne do informojmë, sa herë na sillet një kërkesë, ne do informojmë. Pastaj tjetër gjë është pasoja dhe institucioni që merr vendimin e din vetë ato se si kanë vendimet e tyre kriteret. Ky vendim është apeluar, është në proces apelimi. Gjithmonë e vëmë re që ka një ngatres. Njëra gjë është informimi, një gjë është masa pastaj. Ky nuk është një ilustracioni që të na përballin ne me vendimen. Vendimet janë me institucionin, jo me ne. Gjithsesi, është komplekse si çështje, nuk doja të mbeten edhe vetë, nuk është se e njoh aq mirë në detaje, po di që është në proces në gjykatë apeli. Po faleminderit zonja Sula, zoti Nikolla. Unë falenderoj zotin Blushi për pyetjen, po pyetjen nuk është se e kuptova shumë qartë, sepse unë jam profesor universiteti, u jap mësim edhe në 2 universitete italiane, kam botuar 3 libra në Itali, janë proces botimi edhe me kontaktet e autoritetit 2 libra në Poloni dhe në Rumani, dhe kjo është puna ime dhe këtë ma garanton kushtetuta, që unë pra të kem liri mendimi edhe të kem liri shprehje. Pra ato që tha zoti Plushi, edhe këtu do t'ju sugjeroja që ndoshta t'i hidhni një sy nenit 9 të ligjit ton, të autoritetit dosjeve, në ligjin 9 unë i përmbush në mënyrë perfekte krejt pikat e këtij ligji. Pra, në momentin që unë jam zgjedh, përpara se të zgjidhesha nga Kuvendi i Shqipërisë, i kam dhënë ndërheqjen nga Këshilli Bashkiak i Tiranës, edhe kam dhënë ndërheqjen nga antarësia e Partisë Socialiste, ku kam qenë edhe përgjegjës për media në Bashkinë Tiranë për Partinë Socialiste të Tiranës. Pra, unë nuk shikoj askund, asnjë lloj mospërputhje personale, dhe këtë them jo për faktin se unë mund dëmtohem, largohem nga kjo punë, sepse unë kam një kontratë pune me Universitetin Shtetëror dhe unë kam gati atë punë sapo të largohem nga këtu. Pra, nuk është çështje pune, është çështje më shumë morali, për të thënë që unë e përmbush në mënyrë perfekte, bile ndoshta pa me një madhësi do thoja jam mbi kualifikuar për këtë vend ku jam. Dakord, faleminderit zoti Nikolla. Zoti Strazimiri ka kërkuar fjalën për pyetje. Zoti Hoxha, do të përgjigjeni ju, nëse e vlerësoni. Atëherë, lidhur me konstatimin e zotit Blushi, atëherë unë mund të them këtë gjë, që çdo gjë që ka të bëjë me personin tim është e deklaruar pranë institucioneve të shtetit shqiptar dhe unë jam në mandatin e dytë të këtë detyrë, marr shkas për këtë rast për sjell edhe një problematik që ka të bëjë me ligjin tonë edhe me fatin tonë si antar të autoritetit që e diskutonim dhe pak më parë. Për sa i përket ligjit, thotë që mandati antarit të autoritetit zgjat 5 vjet. Edhe pas mbarimit të këtij mandati, neve jemi krejt që të nesërme që mbaron mandati jemi pa punë. Nuk përfitojmë asgjë nga ky ligj, edhe jemi në mëshirë të fatit për të mbajtur familjet dhe fëmijët tanë.
është e vërtet që gjatë mandatit të parë, në përfundim të mandatit të parë, pati një kozgjatje gati 7 muaj për konstituimin e këtij grupi që është sot këtu. Dhe gjatë kësaj periudhe, duke pyetur gjitha institucionet ligjore, si të kuvendit, si unë kam pasur një periudhë 4 mujore që kam punuar si këshilltar, kam terman e mosimdhënies në profesionin tim si inxhinier nafte, dhe me njëherë në momentin kur kanë filluar procedurat, kam dhënë dorëheqjen. Gjë që të gjitha këto janë të deklaruara pranë gjitha institucioneve ku duhet të deklarohen. Faleminderit zoti Hoxha, zoti Strazimiri e ka fjalën për pyetje. Faleminderit zoti kryetar. Faleminderit njëherë për prezencën dhe për kohën që pritët ndërkohë që ne vazhdoni me zotin Celibashi. Unë kisha një pyetje. Me sa dëgjova nga ekspozeja që kryetaria bëri, ju nuk keni thjesht një institucion që keni një arkiv atje dhe nëse vjen dikush ka një sportel që thjesht jep dosit, ju keni një dimension tjetër, keni një dimension edukativ. Divulgues të memorjes që brezi i ri mos bjerë në të njëjtat gabimet, mos ketë keq kuptime, është ja njihni edhe këtë besoj vetes. Cili është bashkëpunimi që keni pasur me Institutin e Studimeve të Komunizmit? Kam fjalën, ata kanë disa botime, kam përshtypjen që janë krijuar para jush, kanë disa botime, kanë një libër të zi të personave, atyre më të rëndësishmëve që kanë bërë krimet më të forta, veçanërisht me njëherë mbas luftës së dytë botërore. A keni një bashkëpunim dhe a i konsideroni, si të them, material të njëjtit shtet, dal nga instanca shtetërore, botimet e Institutit të Krimeve të Komunizmit? Po ose jo, nuk... Po, faleminderit zoti Strazimiri, fjala për zonjën Sula. ISKK-ja është partneri i çmuar, ka qenë partneri i parë, dera parë kur kam trokit që kur kam filluar punën. Kemi një marrëveshje bashkëpunimi, këtu e kam me vete, kemi marrëveshjen e bashkëpunimit që në 2017 mos gaboj. Gjatë vitit 2024 kemi po patjetër kemi një listë të gjatë dhe kemi dhënë 10 mira faqe. Po. Ju thatë që keni mos gaboj një platformë online të do ta bëni, e keni në projekt për ta bërë. Por shoh që keni bërë botime. Një pjesë e tyre janë të financuara nga partnerët, nga NGO, një pjesë besoj janë me fondet tuaja, me fondet që ju akordon ky parlament nga buxheti i shtetit për ta bërë këtë punë. Me një vështrim që i hodha, sigurisht jam i bindur që janë gjëra interesante dhe gjëra shumë të vlefshme për t'u lexuar dhe siç thatë, keni organizuar dhe takime. Apo jo, nëse s'jam gabim? Për të informuar brezin e ri, për ta bërë më interesante, për ta tërhequr drejt leximit të këtyre studimeve të përbashkëta që ju keni bashkë me Institutin e Studimeve të Krimeve kundër Komunizmit. Pyetja që kam është, të janë parë të këtij shteti që ne i harxojmë pikërisht për të edukuar brezin e ri. Kur shkon në Mallakastër dhe takimin gjimnazistët e Mallakastës i tret në Pallatin e Kulturës me Metsheu. Fjala vjen. Një sekond. Nuk e di, s'kam qenë, nuk e di a ka Pallat Kulture Mallakastra. Nuk e di a ka Pallat Kulture Mallakastra, por nuk është kjo thelbi. Mbas kësaj do t'ju thoja pavarësisht se nuk e di. Nëse ka një sallë Shefqet Peçin te Pelen, po të jeni e sigurt që emra rrugësh janë që të gjithë. Emra sheshesh, që nuk do të thotë, besoj se nuk ka ndonjë dallim nëse është salla ku e bën apo jo. Domethënë, kemi një shtet që harxhon para, harxhon kontributin e vyer të gjithëve ju dhe të bashkëpunëtorëve tuaj për të edukuar brezin e ri që të mos bëjnë këto gabime në një kohë që efekti është rrugë të emërtuara, institucione të emërtuara bashkiake, të gjitha të kontrolluara nga partia e qeverisë Këshillat Bashkiake. Të gjitha, 100% të rasteve gjatë gjithë kohëzgjatjes së 35 viteve demokraci. Në kuvendin e Shqipërisë ku ne jemi sot këtu,
Dje ka pasur një publikim, është nderuar kujtimi i diktatorit pa thënë që është diktator, duke i përmendur të gjitha dekoratat që janë shfuqizuar në fakt, dhe që është skandal. Dhe është bërë, për mendimin tim, vetëm për të kujtuar diktatorin, jo figurat historike që kanë lindur në tetor, sepse kanë harruar diktatorin pasardhës, Ramiz Alin, është me datë 18 tetor. Ai me sa duket nuk e ka mbyllur me nder, e tradhtoi kauzën e shokut Enver, dhe prandaj nuk e kanë përfshirë atje. Tashti, jemi në këtë situatë, harxojmë para për këtë punë, jemi në këtë godin, ku dhe kjo është e infektuar pikërisht, duke bërë të kundërtën e asaj që ju përpiqeni të jepni brezit të ri. Duke qenë se ju jeni një institucion i pavarur, që do të thotë, të mos prekeni nga qeveritë dhe nga rotacionet politike, të mbroni të vërtetën, me kurajo, dhe të reagoni në qoftë se shikoni që paratë e taksa paguesve njëkohësisht shpenzohen në libra që si lexon askush, të paktën jo ata që drejtojnë bashkitë dhe këshillat bashkiake dhe që vendosin, mbasi kanë lexuar këtë libër, të nderojnë kujtimin e atyre që kanë bërë krimet e komunizmit. Një reagim tërësisht institucional, si një instancë, institut, që i njihni detyrën vetes, të mos lejoni brezin e ri të infektohet. A keni patur ndonjëherë, a keni ndërmend ta bëni ndonjëherë, apo e konsideroni këtë jashtë kompetencave të institucionet që drejtoni? Zoti Strazimiri, mbarove me gjitha pyetjet? Jo, paqartësia është gjë tjetër, po për pyetje flas, për pyetje se i bëjmë gjitha pyetjet dhe pastaj marrim një përgjigje, po nëse atëherë përgjigja për zonjën Sula. Pyetja që qëndron, neve ju tham që ka limite të asaj që ne duam të ndodhi dhe asaj që ndodh në fakt. Për shembull, kur vjen puna te pushteti vendor që ju e ngritet me të drejtë, janë 60 sa bashki, natyrisht ne nuk mund të kontrollojmë dot çdo emër rrugë që vjet. Ju tham që jo, një sekond. Kjo jo, jo në kartë ka po. Po. Për gjitha këto fenomene që janë jashtë vullnetit tuaj. Nuk e keni ju përgjegjësinë se si vendosin emrat e rrugëve kryetarët e bashkive. Këshillat bashkiake apo sigurisht nuk e vura ju përgjegjësi për këtë punë. Kërkova, keni patur ndonjëherë një reagim publik në përmbushje të funksionit që keni dhe të buxhetit që merrni, apo nëse jo, mendoni se ka ardhur koha të ketë një reagim publik për të treguar kësaj shoqërie që po harxojmë lek që kjo të mos ndodhi në një kohë që harxojmë sa lek të tjera që kjo të përsëritet. Kjo është pyetja. Reagim publik keni patur dhe a mendoni se do të keni? Tashi unë nuk është edhe kam pas personal, po si institucion kemi një ligj që na përmbledh. Ligji jon, që jemi për informim dhe kjo atë bëjmë, informojmë. Ju thash që do ishte shumë e udhës që të shkonim në një institucion kujtese i cili të jetë pak më komunikues të themi, dhe të mbaj dhe qëndrime. Por momentin mbahemi tek ajo që na mban ligji. Por nuk, jo, vetëm një gjë. Jo, unë e kam thënë personalisht mediat sociale e mia, si institucion kemi folur me vendime, ne kemi neni 9 çan antarët për çfarë japin, jemi për informim. Kështu është ligjvënësi, kështu e ka thënë. Nuk është se nuk kemi gojë, për shembull në 10, kryetari i autoritetit mund të bëjë propozime ligjore që ne kemi shfrytzuar këtë aq shumë dhe prapë do ta shfrytëzojmë. Për shembull thatë për emra rrugësh që ekzistojnë ose emra sallash. Për shembull do kërkojmë një ndryshim që kemi biseduar që ne të bëjmë rishikim retroaktiv të emrave që janë vënë tashmë, se neve për momentin marrim kërkesa dhe i japim. Dhe kanë ardhur në rritje. Do të jenë 100%, nuk janë, po do synojmë. Por për këto që kanë qenë përpara, për shembull, jemi duke diskutuar që a mund t'i bëjmë ne kryesisht këto? Nuk e dim. Akoma jo, pra a mund të bëjmë ne kryesisht kërkime? Ky është problemi. Nëse kemi në ligj. Jo, mendoj që ju kam kuptuar. Okej. Duke patur parasysh këtë nonsens që ekziston poshtë, jashtë përgjegjësisë tuaj, keni bërë ndonjëherë reagim si institucion për të denoncuar faktin që këto botime të këtij shteti, për cilat harxhon para ky shtet,
nga buxheti i qytetarëve. Në fakt përkthehen nga pushtetarë të tjerë, përkthehen në të kundërtën e kësaj që ju divulgoni e para. Dhe e dyta, i lutem kur të më ktheni përgjigjen keni parasysh faktin, prandaj ju pyeta që në fillim. Ju nuk keni thjesht për informim, nuk keni thjesht një sportel që kthem përgjigje. Ju i njihni vetes të drejtën dhe bëni mirë për mendimin tim personal, që ta divulgoni, dhe ta rrënjohni informimin në mënyrë edukative që të mos përsëriten më gjërat. Do thotë kjo është një fazë që ne e kaluam. Ju e keni, ja keni njohur dhe ju po e bëni këtë punë. Keni patur ndonjëherë me po ose me një jo. Keni patur ndonjëherë një reagim për të denoncuar këtë nonsens, apo keni ndërmend ta bëni po ose jo? Kaq. Kjo është pyetja e zotit Strazimiri, ky e kërkon me po ose jo. Nuk keni patur reagim deri tani. Shiko. Pra, hapeni mikrofonin dhe jepeni përgjigje, qëndroni strikt. Jo, se nuk është kaq e thjeshtë, se neni 10 thotë që kryetari përfaqëson institucionin me të tretë. Pra, zëri institucionit jam unë. Kur vjen puna për vendimet tona, janë neni 9. Ka ca kompetenca që është informo për dokumentat dhe rri aty. Kemi pas debat, sa herë kam dashur të bëj në një deklarim publik, e kam bërë në emrin tim sepse nuk është ke fusha veprimi. Jo, është thjesht jemi të përligjur. Megjithatë, thash kemi ndjer nevojën për rishikim retroaktiv ose të bëjmë ne kryesisht kërkesë, t'ja bëjmë vetes kërkesën. Kërkesa kryesisht nuk është e rregulluar në ligj. Mund të dalim nga kjo, do ta shikojmë. Jo, dakord. Bëj edhe pyetjen e fundit tani. Pyetja e fundit. A mendoni se personi apo instanca që dje ka përkujtuar Enver Hoxhën në faqen e kuvendit, e bën këtë sepse nuk është i informuar dhe s'ka kërkuar informacion se cili është Enver Hoxha tek autoriteti i dosjeve, është pra lapsus për shkak të ignorancës që ka mbi bazë dokumentacionit, apo mendoni se është një veprim i qëllimshëm, ka dashur pikërisht ato të bëjë megjithse e di shumë mirë se kush është Enver Hoxha? Mendoni se pyetja është kjo. Mendoni se është për shkak të mos informimit apo është dëshirë vullnet i pastër që ju bie ju kaq, po ose jo? Mendoj që të përmendesh të nderosh Enver Hoxhën, do të thënë të mos nderosh viktimat. Nuk mendoj që është e qëllimshme, shpresoj shumë që s'është e qëllimshme. Jo, unë do mendoj që do ketë qenë një lapsus ose dikush që s'është kompetent. Në një që s'është kompetent, nuk e di. Po ne gati për bashkëpunim, na sillni dhe ne jemi përgjigje. Se jemi bashkë me këto kolegë të nderuar këtu që në orën 10. Sigurisht për këtë punë jemi këtu, edhe për të bërë pyetje, për të marrë përgjigje, por jo bashkëbisedim. Bashkëbisedim, kur të jemi në kafe, e bëjmë bashkëbisedim. Tani, çfarë ka Skënderi? Mund t'i trajtojmë me shpejtësi? Skënder, trajtoj çështjet, se jo gjitha çështjet do i trajtojmë këtu. Se forma e komunikimit të autoritetit dosje me kuvendin e Shqipërisë mund të jetë edhe me shkrim. Mund t'i sillni, po ja i ke bërë me shkrim, ja do t'i thuash edhe prap njëjtin rezultat do kesh. Po mund ta thuash Skënder. Po. Me kërkesë për ndryshimin e pagës antarëve të autoritetit dhe kërkesa e dytë është lidhur me rregullimin e shërbimeve për transportin për titullarët e institucionit dhe antarët të autoritetit. Pse e themi këtë të parën? E themi se këtu kemi një proces në lidhje me ligjin përkatës që bëri për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 95/84 datë 17/7/2006 për paga shpërblimit e strukturat e institucionit të pavarura kushtetuese dhe institucionet të tjera të pavarura të krijuara me ligjin ndryshuar, lidhur me ndryshimin në referenca në sistemin e pagave. Aktualisht
me ndryshimin e sistemin e pagave në ligj të veçantë për funksione të institucione të pavarura të atyre kushtetuese, pa atyre të kryer me ligj në rastin konkret, në rastin e autoriteti për informim, përqindja e pagës autoritetit në raport me pagën e presidentit ka një proces regresi në të kundërt të institucioneve të tjera që ka një rritje progresi. Që do të thotë? Ne kishim pagën 50% të pagës presidentit, ndërkohë me ligjen e pash ndryshimi që rodhi nga ndryshimi i bërë përkatës, na shkojnë në 45%. Kjo na veçon nga institucionet e tjera, edhe për këtë arsye neve jemi drejtuar pikë së pari komisionerit të avokatit popullit, për ta parë dhe çështën në parim është një drejtë e muar joni, po edhe komisionit tuaj, homologues më parë komisionit tuaj, ku në sirtare dhe në tavolinat të tyre janë 2 shkresa të bëra nga anëtarët e autoritetit, po dhe nga titullarja për kujtesë në muajin tetor të 2024 dhe nuk kemi marrë përgjigje. Çfarë do thotë kjo? Në thelb preket hierarkia e pagës. Lutem tani, se s'është nuk është ky qëllimi i kësaj këtij informimi. Lutem shumë tani. Jeni thjesht këtu për të raportuar për veprimtarinë e autoritetit dosjeve për vitin 2024. Këta janë marrëdhënie institucionale, nuk janë marrëdhënie për tu. Po që s'po i zgjidhim dot pra. Po, fal lutem. Jeni drejtuar me shkresë Kuvendit të Shqipërisë, çeka shkresa këtu në Kuvendin e Shqipërisë. Jeni drejtuar me shkresë edhe komisionerit avokatit popullit, si kryeministrit, ministrisë financave gjithave. Do t'i marrim, e morëm këtë shqetësim, do ta shohim edhe një herë, por kjo nuk ka të bëjë me thelbin e raportimit. Këta janë privilegje që kërkohen për shkak të ligjit nga antarët e autoritetit dosjeve. Pra kërkoni, ju mendoni se është bërë regres me ligjin. Po, tani, kjo ma zhvlerëson raportimin. Jemi për i çështje shumë madhore këtu. Jeni thirrur për të raportuar për veprimtarinë e një autoriteti shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me krimet e komunizmit në Shqipëri. Dhe kjo është një marrëdhënie që e zgjidhim Kuvendi me ju, ne me ju. Do ta marrim informacionin e duhur dhe do t'ju përgjigjemi për këtë gjë. Nëse jeni cënuar nga paga, patjetër ka dhe gjykata që mund t'u rivendosin këtë të drejtë. Dakor? Nëse ju bile nuk e di pse pas keni çuar në gjykatë se mund ta kishit fituar në gjykatë nëse ashtu si thoni ju. Ne varim nga ju direkt nëse ju na jepni përgjigje negative po patjetër. Lutem sepse folëm për gjëra shumë serioze deri tani. Folëm për gjëra shumë serioze. Dhe nëse nuk ka pyetje nga kolegët, kam unë ka të bëj me mënyrën se si vlerësojmë institucionin. Nuk është çështje privilegjesh individuale. Pra në qoftë se ky institucion duhet të ketë një vlerë, or mund të diskutojmë në arkitekturë krejt tjetër të gjithë kësaj, pra për të bërë këtë detyrë mund të ketë një qasje edhe më të integruar, që shkon dhe më thellë në plag, por është ka të bëjë dhe nëse ulet vlerësimi, do të thotë që nuk është prioritet institucioni. Po, zoti Belykbashi, keni padur kohë ta trajtoni të gjë, sot mu bë prezent mu ky problem, do ta trajtojmë. Kështu që por thelbi ka të bëjë me diçka tjetër sot këtu në raportim. Dhe zonja Bardeli ke pyetje? Nëse keni një pyetje, koment mund ta bëni. Faleminderit sër kryetar. Në fakt, unë do ta nis nga puna korrekte e komisionit këtu dhe i përgëzoj antarët për gjithë angazhimin e tyre, për raportet që kanë dhënë në këtë komision. Janë mundu me kanë objektiv të pakten në paraqitjen e gjithë problematikave. Çështja e përnjekënve politik fatkeqësisht në vendin tonë nuk po merr një drejtim të merituar, për mi ardhë pak edhe nënim edhe kryetares, por edhe kërkesës deputetit, me datën 3 tetor, në emailet e 140 deputetve ka ardhur një list ku nga biblioteka po është diskutuar, po e rikthej edhe i herë, si që është ndje se isha në një komision tjetër, ka ardhur një kërkes ose një listim të disa emrave, të disa figurave të nderuara të vendit tonë, duke përjashtuar
emrin e diktatorit të sistemit komunist. Unë do doja nga ana juaj, meqense unë e di mendimin personal, sepse ju jeni vetë përfaqësuese e kësaj shtrese, por do doja një angazhim tuaj si kryetare dhe gjithë stafit tuaj që të delni me një raport konkret, një deklaratë konkrete në lidhje me këtë veprim të qëllimshëm të bërë nga Parlamenti i Shqipërisë. Kjo është kërkesa jeme. Po, faleminderit zonja Bardeli. Po, zoti Pacaj. Okej, faleminderit kryetar. Atëherë nëse mundem nga diçka total komplet vogël. Desha të pyes autoritetin, a është edukimi nëpërmjet informimit në agjendën e autoritetit? Atëherë, në qoftë se edukimi nëpërmjet informimit në agjendën e komunitetit e autoritetit ndjes është, çfarë pengon autoritetin që të mbajë qëndrime në momentin që e ka informacionin, siç po citoj pak të nderuar zonën Strazimiri. Pra, në qoftë se unë kam dijeni që një rrugë në zonën time elektorale, apo qoftë në kryeqytet apo në një qytet tjetër, ka emrin e një ish të rekrutuar të sigurimit të shtetit, të ish sigurimit të shtetit. Për çfarë autoriteti nuk i ka kushte që të hapi një portal që të marrë kështu denoncimesh, edhe pastaj të maj qëndrime, sepse në qoftë se në 61 bashki kemi vetëm 20.8% bashkive të cilat marrin mendim për figurat të cilat emërtohen rrugët, sheshet apo shkollat, pra që ne pastaj në cilësinë e qytetarit ne të bëjmë denoncimet tona, karshi këtyre dhe në këtë formë edhe edukohen bashkit pastaj që kur merr vesh një njësi vendore që ka vendosur emrin një rruge të një ish antarit sigurimit të shtetit. Pra, ideja është a ka mundësi ekonomike apo logjistike autoriteti që ta bëjë diçka të tillë? Faleminderit. Po, faleminderit. Zoti Pacaj, zonja Sula, ju lutem një përgjigje të shkurtër. Për sa i përket rolit të AIDSSH-s, në ligj është edukim qytetar për sa i përket dokumentave të ish sigurimit. Dhe këtu më lejoni të kuptoj, prandaj ne ndihemi të kufizuar dhe prandaj kërkojmë më shumë, si më thënë, hapësirë veprimi. Komunizmi ka pas goxha mekanizma të ushtrimit të dhunës. Ka qenë partia, institucionet tjera, ka qenë dhe sigurimi i shtetit. Që është më e madhe çështja. Për shembull, Enver Hoxha nuk ka qenë antar i sigurimit, ka qenë kryetari i partisë. Sekretar partie ka ideuar, pra është çështja më e gjerë. Këtu tash ne jemi të kufizuar. Së pari lëvizim me kërkesë. Vetëm me kërkesë, nuk e bëjmë dot kryesisht. Kështu është ligji, a e ta ndrojmë, ta bëjmë me kryesisht. Së dyti, kemi një kufizim, është vetëm sigurimi i shtetit, nuk është partia, institucionet e tjera, etj, shumë e gjerë. Kufizimi i kohës po ashtu. Disa gjëra ligji i përmban, po nuk i përmban të gjitha. Kështu që këtu jemi të kufizuar. Është edhe çështja e retroaktiveve. Çfarë janë vënë përpara ne nuk e kemi tagër të shikojmë. A po tjetë se ke ligji i medaljeve, ke pushtetit vendora, medalje nderimeve mund të përcaktohet më gjerë edhe më shtrirë në kohë, ne do na jepte hapësirë shumë. Ne jemi funksional. Kjo është një arritje e madhe. Por kërkohet kjo. Për sa i përket portal për denoncime është ide shumë e mirë. Po. Vetëm diçka për të shtuar. Për sa i përket titujve të nderit që japin institucionet e pushtetit lokal, ka vetëm një klauzor në ligjin e tyre që verifikohen tek autoriteti. Janë apo s'janë bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Dhe nuk është një gjë më e zgjeruar. Shpeshherë ne debatojmë dhe kemi debate më të gjëra kur kemi emra që propozohen. Për shembull, fjala vjen një ish gjyqtar i asaj periudhe që mund të ketë edhe dënime të dhëna, dënime të formave që paraqikon ligji, dhe a do ta paraqesim ne këtë fakt apo nuk do ta paraqesim. Ligji i pushtetit lokal për titujt e nderit ka vetëm këtë kufizim. Vetëm është apo s'është bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Gjë që mund të jetë e panevojshme për këtë kategori vlerësimi. Kjo tjetra është më e gjerë. Pra, është momenti për të parë edhe në këtë aspekt një mundësi për t'i parë më gjerë këto ligje, përshtatjen e ligjit 45/2015 me ligjin e dhënieve të titujve të nderit nga pushteti vendor. Po, faleminderit zoti Hoxha.
Po, Kolegja, edhe një të fundit. Kemi pasur një rast, një emër rruge në Tiranë, i cili kishte qenë gjyqtar, pjesëtar, si hetues, si gjyqtar në 300 e sa raste dënime politike, përfshirë shumë me vdekje. Ishte emër rruge. Na e sjell komuniteti si kërkesë për informim, e konstatojmë, ja çojmë bashkisë përkatëse, nuk e ka ndryshuar. Pra këtu duhet kuptuar që institucioni nuk mund të funksionojë vetëm, duhet të jenë të gjithë të ndërgjegjësuar edhe të gjithë edhe të detyruar pak me mekanizma ligjore. Por rastin e kemi vetëm manual, domethënë manuali të tuaja. Po Se si nuk faleminderit mjafton zonja. të bësh të Dakord. bërë burokraci, Dakord. por duhet marrin dhe vendime institucionet përkatëse. Po zoti Vrioni. Atëherë u tha dhe çështja kryesore edhe në shumicën e pyetjeve, thotë pse s'ndryn autoriteti. E vetmja gjë që kërkohet ndryshim ligjor që përveç kërkesës që ne vjen lëvizje nga kuvendi apo nga ministrit në lidhje me funksionet shtetërore, apo dhe për rrugut, ne duhet të vendosen në dispozitë ligjore të vijmë në lëvizje kryesisht. Dhe nëse ne do të vijemi në lëvizje kryesisht, atëherë ne do të vijemi në deni për çfarë ju të nderuar deputet thatë, dhe atëherë ne do të reagojmë menjëherë. Ky është vetëm ndryshimi ligjor që t'japim fund kësaj që pse s'ndryn autoriteti. Pikërisht se nuk e ka kompetencë ligjore. Bëjni këtë ndryshim dhe ne do jemi të gatshëm për të punuar me vullnet dhe për të thënë dhe ato që tha Strazimiri apo zoti Byly Bashi apo të tjerë deputetë. Po faleminderit, po zoti Marku ka një fjalë të fundit për shtuar. Marku jam unë. Të shqip, këtu shumë gjana u thanë, natyrë shkrytare i tha, po me qendrën e përkatëse për njëu politik janë disa nisma ligjore që janë bërë këtu dhe fatikisht nuk kanë lëvizur. Dhe kjo e para është që është kërkuar që të jetë muze kombëtar Spashi, i cili nuk është bërë akoma, është kërkuar që të bëhet muze kombëtar te Velena, e cila vazhdon të jetë në syltar e pabëme. Kemi bërë një kërkesë kur ju zotëni ishte ministër për 3200 dosje, të cilat është pranuar nga na juaj që këto të lëvizën për ndjekur politik, por akoma nuk ka filluar ky lloj lëvizje, të cilat në 2009 këto kanë qenë të avancuara, të cilat të gjitha palët, të dy personat, si unë për shembull dhe zoti që ka pëton krah, im dënuar një lloj, unë i marr parat, ky nuk i merr. Sepse nuk e kap kohën, domethënë nuk e kap kohën 31 korrik 2009. Dhe to tha me dëgurësinë thuajt pak se ju këtë pikë keni vendosur atëherë që ne e pranojmë këtë me hap një kohë për një vit apo një kohë caktuar, që këta individ të vinë dhe të riparaqiten edhe një herë pranë Ministrisë së Drejtësisë. Kjo është një mangësi që për ne nuk funksionon. Një pozicion tjetër është që folëm shumë dhe zoti Strazimiri foli. Kurrikula vendoset nga Ministria e Arsimit, nuk vendosim ne kurrikula. Në ndihmojmë për edukimin e njerëzve, po kurrikula e vendos kapitulli numër 15, 20, 37 do të jetë për periudhën 44-91, gjë për cilën nuk është bërë. Ne mendojmë që ai komisioni i nderuar ta marrë parasysh këtë kërkesë që paguajnë ka shumë vite që këtë pjesë të historisë e bardhë dhe zezë sigurisht, edhe këtë pjesë të jetë e vendosur atje në kurrikulat e aty në nxënësve dhe studentëve që ta dinë këtë pjesë të historisë. Këtu kishte një pyetje se ju ai demaskoni, ai thonë këta individ që kanë qenë në kohën e periudhën e komunizmit. Patjetër që ne i demaskojmë, por ne nuk i demaskojmë si antar me dalë me thënë se për shembull, kryetari i Djegës Punës të Mbrëmshme, që ka qenë nga Berati, që ka qenë mirë ditë, ka qenë një ekzekutor i lavdishëm i asaj kohe, nga viti 44, 45 deri në vitin 1952 ka bërë 10 vrasje. Po këtë ja kemi thënë emrin në studio, ja kemi thënë emrin me letra, ja kemi thënë emrin me dokumenta, gjithë. Ose kemi burgun e Spashit. Se ne kemi bërë një studim të thelluar për këtë çështje. Aty nga viti 68, në qershor deri në 91, janë mbi 2134 të burgosur politik, të cilët kanë bërë nga 17, 25. Bile kemi një Hisen Dangvilla, i cili ka bërë 150 vjet ka qenë i dënuar, por ka bërë 43 ka bërë burg. Çukur ka dalë në 44 dhe ka marrë edhe 100. Pra, ne dim se te ky vend, te ky burg, 4 milion e 300.000 ton bakër kanë nxjerrë këtë burgosur politik. Dhe nuk e ka qenë punë e papaguar, e kemi marrë tjerë si të jashtë. Por këta 4.3 milion ton i kanë nxjerrë, kanë hapë 87 kilometra galeri. Këto ja kemi thënë opinionit, ashta kemi pas mundësi mi thënë, se nëse kemi thënë opinionit shumë me tamtame, po
ne ku kemi shkuar për konferenca, ne i kemi lançuar të gjithë këtë vëllëndari që ato kanë hequr dhe fatikeq është që ne prapë kërkojmë që këta burra marrin, me gjithë seminator, marrin 129.000 lekë të vjetra ose 12.900 lekë pension. Ndërsa policia X-i, që ka qenë me Tarragop aty ka koga, merr 650.000 lekë të vjetra në muaj. Tash vetëm në këtë vlerësim, ta bëjnë kushdoje, ta bëjnë vlerësues pavarur, mos ta bëjmë ne. Po këta vlerësues, ti thonë këtyne se pak tjetër ka me të atyne, se tash janë midis 75-s e 90-s. Edhe këtyne të bëjnë një pension, po themi komplementar, mos marrin telefon fëmijët e tyre, me shumë pakero. Dhe ata të pagën ke katër shkojnë me dinjitet. Mendoj që është nderin e këtij komisioni që ta vendosin vend këtë dinjitet humur të atyre personave që pagën që janë gjallë, jo për të tjerët. Po ne patjetër që kemi bërë shkersa, po këto nuk kanë lëviz. Ne bëjmë shkersa do ngjelin në vend. Problemi është që ne mendojmë që edhe mendimin thuaj se ju jeni ata që hapni këtë derë, domethënë këtë dritare. Mendoj që ata duhet një relativizim i ri për këtë stres për këta persona. Plus, me tha dhe kryetaria, plus këta janë 6 persona sot u zhdukur në Shqipëri. Po që s'kan varre, që s'kan ku vendosin një lule, që s'kan ku vendosin një qiri. Tash këta persona, do thonë ju çka keni bërë, ne si këtu. Ne kemi qenë në gjitha vendet, duke filluar që nga Varrezë Vërmajnë në Shkodër, që nga burgu i Spaqit Mirdit, që nga Shpali, ke burgu i Fshatit që aty janë varros gjithë i burgosurit. Kemi qenë në Shelegur, ka vrarë në Kufim, bien në Shen Vasil, kemi qenë në Vlorë. Pra, të gjitha këto vende në Elbasan, të gjitha këto vende ne i kemi kapur. I kemi shënuar, i kemi vendosur tabelat. Problemi është që prapë do jetë një majuaj. Duhet që të vazhdojmë ne në këtë veprim, duhet që kjo akti marrëveshje që është bërë në vitin 2018 të ribatë një herë. Dhe mundësisht, domethënë, ne të na hapi dritën një shire që kush dihet personi përgjegjës, cili institucion që ta vazhdojë e ta shojë deri në fund këtë çështje. Apo, domethënë, presim e vendos Ministria e Brendshme, e vendos Ministria e Drejtësisë, nuk e vendosim hiç, por ne të hapim këtë dritare që këtë punë të bëhet. Nëse bat, afshënderin tuaj dhe unë që përgas së strese, ja di shumë për nerë, nëse ju e i merrni konsiderat, nëse edhe më japni edhe më shkrim, po e mbojnë konsiderat që thash. Faleminderit. Su zgjata pak shumë. Po faleminderit zoti Marku. Tani në përfundim të kësaj dite gjatë, relatorët, 2 bashkërelatorët së bashku edhe me shërbimet e monitorimit të Kuvendit Shqipërisë, të zbarin dhe proces verbalin e diskutimeve dhe raportimit kësaj seance gjatë, që ne të kemi një projekt rezolut që vendos pikat ati ku duhen vendosur sa i takon detyrimeve që ka Kuvendi, por edhe detyrat që Kuvendi lë për autoritetin e dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Sigurisht që rezoluta, me qënë se jemi në fund të vitit 2025, do të ketë një vlerësim të punës autoritetit, nivelin e përmbushjes së rekomandimeve të rezolutës së Kuvendit, por në fund do të ketë edhe disa rekomandime, edhe pse mund mos jetë mirëfilli një rezolut me detyrat përcaktuara, për shkak se janë edhe 2 muajt e fundit të vitit 2025. Tani unë duat t'ju falenderoj për punën që keni bërë, jo sot, jo për vitin 2024, por në tërësi veprimtarinë e autoritetit dosjeve, punën e këtij autoriteti, që le të themi nuk është se ka një gjatësi të madhe në Shqipëri, po të kemi parasysh kohën e gjatë të periudhës diktaturës 29 nëntor 44, 2 korrik 91, ndërkohë që autoriteti për dosjet e ish sigurimit shtetit ka marrë jetë vetëm vitin 2015 me miratimin e ligjit 45. 17-ën u ngrit, por ligji u miratua në 2015. Edhe që ky ligj her mbas here u bën disa ndërhyrje në vitin 2022 në mos gaboj në këtë ligj. U bën disa amendimet mira në këtë ligj, por e që ishte më kryesorja ka ngelur në vend numra, që ka të bëjë me gjetjen e personave zhdukur nga regjimi komunist. Gjitha të tjerat çfarë diskutojmë këtu janë çështje që i zgjidhim, me pak vullnet dhe dëshirë zgjidhen,
por të ngel në vend numëro gjetja e personave zhdukur nga regjimi komunist për nuk po them për artifica ligjore, se VKM-ja është përcjellë në 2024 nga Ministria e Drejtësisë për në Ministrinë e Brendshme, sepse ligji vendos do të ishim 2 ministri që do ta miratonim, do ta propozonim daljen e asaj VKM-je, që i hap rrugë këtij procesi. Ju thatë këtu që ka ngelur për shkak se duhet rishikuar dhe marrëveshja me ICMP-n, por nëse është kështu si shtoni ju, ne do duhet të lëvizim shpejt në këtë drejtim. E kam thënë vazhdimisht, e kam thënë dhe në seancë edhe në komision, jemi ende në kohë sa ka provat gjalla për të gjetur personat e zhdukur, sepse koha bënd vetën, ish të persekutuarit e regjimit komunist që janë gjallë, janë në një moshë relativisht të thyer, por edhe dëshmitarët humbasin rrugës, kështu që ne do duhet të ecim shpejt të drejtim. Unë nuk e di sa është numri personave të zhdukur tani, sepse e di që ka qenë një shifër e konsiderueshme, por keni evidentuar deri më tani me sa raportuat 120 vendvarime të dyshuara. Është shumë e rëndësishme që këto vendvarimet e dyshuara, pushteti vendor dhe autoritetet shtetërore do duhet marrin masa që të mos preken. Pa filluar gërmimet dhe procesi për gjetjen e personave zhdukur. Do duhet ta kenë një var këta njerëz që le të themi mbajtën peshën e një diktature 45 vjeçare në Shqipëri. Është çështje e raportit ton me të kaluarën si shoqëri, dhe që sa më shpejt ta bëjmë këtë, aq më të qetë do ta kemi ndërgjegjën. U tha vetëm për personat që kanë pasur të bëjnë me diktaturën që janë sot në institucione shtetërore apo publike. Kemi diskutuar jo vetëm në institucione shtetërore, por kemi diskutuar që kësaj kategorie t'i pritet rruga edhe në institucione tjera që kanë të bëjnë shoqëri civile, trup diplomatik, e kështu me radhë. Ka akoma njerëz në qarkullim që përpunojnë opinionin publik, ndërkohë që raportin me të kaluarën e kanë ende të pasbardhur dhe janë njerëz me drithije shumë mëdha. Por kryesorja në rezolut do duhet gjej vend zhbllokimi situatës ligjore, pra dalja urgjente e asaj VKM-je, edhe ku ka ngelur në Ministrinë e Brendshme apo ku do të ketë ngelur, që ne t'i hapim rrugë këtij procesi. Është një proces delikat. Mbaj mend kemi patur diskutime edhe me prokurin e përgjithshme për këtë pikë, sepse gjithu jemi, shumica dërmuese jemi juristë, e dim që krimet, ajo natyrë krimësh nuk parashkruhen. Por, po, pikërisht. Por do duhet, e tha zonja Sula Vullneti, autoritetet qendrore, pushteti vendor, autoriteti përdos, autoriteti juaj aq sa ka mundësinë se ju të drejtë në informimit keni, por keni edhe një material voluminos arkivor, ku jam i bindur që asnjë përqind e asaj që fshihet në ato dosje nuk kanë dalë në dritë për opinionin publik. Gjithsesi puna juaj është për t'u lavdruar, edhe sa i takon edukimit. Edukimit të kësaj gjeneratës re me çfarë ka ndodhur 45 vite në Shqipëri. Unë nuk e di këtë që ngriti kolegu Strazimiri, zonja Bardeli në emailët e deputetëve. Sigurisht që ky shqetësim shumë mirë që ngrihet në tryezën e këtij komisioni, sepse në fundit komisioni i Kuvendit është komisioni i ligjeve, po për këtë do duhet që si shqetësim t'ia ngrem kryetarit të Kuvendit, sepse është një organ i Kuvendit Shqipërisë që e ka shpërndar këtë material në emailët e deputetëve. Jo që edhe unë bashkohem me urimin që uroj të mos ketë qenë
të ketë qenë një mos ketë qenë e qëllimshme. Por sepse instituti parlamentar. po. Dakor, nuk e vend zoti Strazimiri, nuk e vend dyshim këtë, po duhet të kërkojmë shpjegime për këtë. Pa diskutim duhet të kërkojmë shpjegime për këtë kryetarit kuvendit. Por shumë mirë që e ngritët këtë shqetësim, edhe për emrat e rrugëve. Mirë ato rrugë që i kanë patur emrat, po të paktën këto emrat e rinj që u vijnë rrugëve tani. Se dakord, nuk po marrin masa për të hequr ato emra rrugësh të atyre figurave me ngarkesa të theksuara me të kaluarën. Po emrat e rrugëve të reja që vijnë tani. Është detyrim ligjor. Kërkojmë bashkit informacion tek ju, po thjesht në kuadrin e informacionit. Dhe ju i thoni që ky emër që propozohet ka ngarkesa dhe ata Këshilli Bashkiak atje, dakord, është autonomia vendore, mblidhen marrin vendim t'ia vënë emrin rrugës. Por du të gjejmë mekanizmin ligjor se si ta parandalojmë këtë gjë. Ndoshta edhe duke ndërhyrë tek ai ligj atje. Tek ligji për medaljet, tek ligji për pushtetin vendor dhe kështu me radhë. Sepse këto gjëra janë komplekse. Por unë dua t'i falenderoj gjithë kolegët për durimin dhe për impenjimin sot në këtë seancë të gjatë dëgjimore. Edhe jo më kote nisëm me dy institucionet që kishim sot, me Komisionin Qendror Zgjedhjeve dhe me autoritetin për dosjet e sigurimit të shtetit, sepse edhe nga eksperienca e mëparshme kanë qenë seanca që kanë zgjatur gjatë. Edhe shqetësimin që ngriti Skënderi, pa diskutim, unë nuk mendoj se është çështje e uljes së nivelit vlerësimit të autoritetit kur diskutohen çështje të pagave, por gjithsesi duhet parë. Është një problem që duhet adresuar. Buxhetin e kemi përpara, kur thot kolegu Bylykbashi, buxheti do vi në këtë tryezë, e kemi përpara, strukturën e keni sjell në kuvend, por ajo çka ju takon, ju takon. Dhe nëse e keni patur 50% pagës presidentit, po keni përfunduar në 45% pagës presidentit, i bie 10% ulje page, që është një problematik që duhet të adresojmë. Zonja Sula, zoti Gjoni, kur e bën, shiko, po ta kishit kërkuar fjalën përpara, do të ta kisha dhënë me shumë rëndësi. Unë jam i hapur për çdo lloj. Zoti kryetar, duke qenë se institucioni dhe në përgjithësi këto institucione të cilët të raportojnë pranë Kuvendit të Shqipërisë dhe me qenë se kanë vetëm iniciativa të cilët nuk janë të përshtatura, mendoj se ndryshimet ligjore duhet t'ju japin disa kompetenca që të kenë edhe mundësinë e sanksioneve në rast të mosbatimit, sepse institucionet e tjera, për shembull, avokati i popullit me të vërtetë jep rekomandime, por ka disa sanksione. Dhe ne duhet që në ligjin të cilët duhet të ndërhyjmë, mbi bazën edhe kërkesës që do japin edhe vetë institucioni, të arrijmë që t'ju krijojmë kushtet e punës në mënyrë që këta nesër mas nesër mos të vinë dhe të ngecin, nuk na lejon ligji, jo po kjo, jo pa ajo, t'ju japim të gjithë mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të tyre që t'jenë funksional, në mënyrë që ne t'i kërkojmë llogari. Dhe duke kërkuar llogari këtyre, këta i kërkojnë llogari institucioneve tjera. Që janë këtë kisha, shumë faleminderit. Zoti Gjoni, dakord, jam që ligji 45 i vitit 2015 ketë edhe mekanizma, instrumenta ligjor në dispozicion që kanë të bëjnë lidhur me sanksionet në rast të mos zbatimit të vendimeve të autoritetit, por gjithsesi çështjet e ndryshimeve ligjore do duhen parë në një kuadër më të gjerë. Autoriteti sigurisht ka përgjegjësinë që të na informojë për këto gjëra, se ku duhet të ndërhyjmë për t'ia dhënë këto mekanizma, në cilat ligje ne duhet ndërhyjmë për t'i patur ju këto mekanizma ligjor në dorë, dhe ne ngelemi si komision të hapur për këtë gjë, pa diskutim. Unë dua ta mbyll këtu mbledhjen e Komisionit Ligjeve dhe të Administratës Publike, por dhe të Komisionit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, sepse ka qenë një mbledhje e përbashkët e të dy komisioneve sot, edhe që do të vazhdojmë dhe në ditët në vazhdim me dëgjesat e tjera. Ju falenderoj për punën, edhe duke ju kërkuar ndjes tani në fund, sepse ndetët
pritët goxha gjatë sepse seanca me komisionerin e zgjedhjeve na zgjati për te limiteve që kishin përcaktuar. Në mbledhjen e radhës do miratojmë edhe projekt rezolutën së bashku edhe me raportin për t'ia drejtuar seancës plenare. Shumë faleminderit dhe kolegëve për durimin edhe për impenjimin në këtë mbledhje maraton të Komisionit Ligjeve sot, edhe mediave për pasqyrimin korrekt të kësaj dëgjese të përbashkët sot me komisionin që drejton kolegu Xhafaj, edhe ditë mbarë për pjesën që ngelët. Faleminderit. Mbledhjen e komisionit e deklaroj të mbyllur.